Përshëndetje, gëzuar edhe një herë, data 2 sot, nesër data 3, sigurisht, janar, muaj ndajt në dy pjesë të rëndësishme, midis dy shenjave të rëndësishme, si që është bricjapi edhe ujori. Që do të deri nga mezi muajt i kemi planetet e rëndësishëm në shenjën e bricjapit dhe pastaj do na kalojnë në shenjën e ujorit. 10 diçët janë që të gjithë të ndikuar, me thënë të drejtën, dhe nga i parë deri tek i fundit. 10 ditë që i parë i shenjave më tepër do të fillojnë të ndikohen nga data nga mezi i muajit ose fundin, le të themi, i muajit, kur një nga një planetet që aktualisht ndodhen në shenjën e bricjapit përfshiktu dhe dielli do të kalojnë në shenjën e ujorit. Dhe aty pastaj merr hov gjithçka dhe më tepër të ndikuara do të shohim shenjat fikse, siç është ujori, demi, akrepi edhe luani. Pjesa tjetër pastaj dhe ditë të fundit është e përqendruar energjia midis shenjave, domethënë bricjapit, pra shenjave të tokës dhe shenjave të tokës, të ujit dhe përjashtohet pak ajri këtu. Si do që të jetë, duhet të kemi parasysh dy gjëra në këtë muaj. E para një që ky muaj është tepër i fokusuar tek dashuria, paraja, lëvizja bëhet pikërisht në këtë lloj tematike kaq të rëndësishme. Shenjat të cilat do të përfitojnë, mund të përfitojnë më tepër, sigurisht që janë shenjat e tokës, por dhe ato të ujit, sigurisht. Megjithatë do dhe kujdes, do me thënë është një muaj i cili mund të dali dhe të rezultojë në një sukses shumë të madh për çdo punë që po përgatit, që ka lidhje thash me financat, po dhe me karrierën e individëve të njerëzve, dhe me dashurinë, shumë me dashurinë, sidomos në qoftë se ama jemi me mendje në kokë dhe nuk nxitohemi. Pra ky muaj do qetësi, do kthjellësi mendore, do jo ai shumë të puntosh mbi faktorin fat, sepse ai herë zhgënjen, ose është i markuar në mënyrë të tillë planeti fatit Jupiteri, në aspekte që do të krijojë me planetet që ndodhen në shenjën e bricjapit, sa që nuk favorizon ai shumë, por në qoftë se vëmë në plan të parë insistimin, planifikimin, disiplinën, edhe gjitha këto gjëra me radhë, atëherë çdo gjë është e mundur. Atëherë Marsi dhe Afrodita në shenjën e bricjapit dashurinë e bëjnë të prekshme, të mundshme, reale. Shumë do të jenë shenjat si bricjapi, gaforja, dashi, dhe jo vetëm, të cilat do të vendosin me të vërtet për një bashkëjetesë, për një lidhje ta bëjnë publike, dhe gjërat ecin seriozisht. Dashuria merr një formë shumë të thellë, manipulatore, intriguese nëse e doni, me shumë gjëra që dalin në sipërfaqe dhe merren vesh, aty nga fundi i muajit kur planetet do i kemi në shenjën e këto planete, pra do i kemi në shenjën e ujorit dhe si dielli, po edhe Marsi, po edhe Afrodita, por edhe Merkuri, duke qenë se do takojnë dhe Plutonin, çdo gjë e bëjnë tash më të thellë, më intense dhe më të fortë për sa i përket intensitetit të vet. Kështu që këto janë dy kategoritë më të prekshme për sa i përket këtij muaji. Do ta shikojmë ujorin protagonist edhe në shkurt, kemi eklips dielli në datën 17 në shenjën e ujorit, dhe aty do kemi merr pjesë Urani, duke qenë se ndodh në gradët e fundit të ujorit, atëherë edhe Urani është në gradët e fundit të demit, kështu që plot të papritura dhe gjëra kemi për të parë dhe atëherë, por dhe shumë gjëra mbyllen dhe përfundojnë. Nesër dita kemi hënë të re, më falni, hënë të re, asnjëherë hënë të re në fillim të muajit, shumë rrallë të kemi hënë të re në fillim muaj. Pra kemi hënë të plot në shenjën e gafores, atë do marrim pjesë dhe noduset e hënës, janë në aksin pesh virgjëresh aktualisht, çfarë do gjë ka të bëjë me shëndetin, çfarë do gjë ka të bëjë me mirëqenien psikofizike, çfarë do gjë ka të bëjë me punën, çfarë do gjë ka të bëjë me bashkëpunimet, çfarë do gjë ka të bëjë dhe me dashurinë deri diku. Aty e kemi, nga ana tjetër duhet thënë se këtu kemi dhe një përballje të kësaj hëne të plot nga shenja gafores me Marsin edhe me Afroditën në shenjën e bricjapit, që do të thotë me qetësi
i marrin gjërat, si të mund të kemi sukses, thash favorizon çfarëdo lloj gjëje ka të bëjë me marr situatën në duart e mia, kërkoj çfarëdo lloj gjëje dua të kërkoj, çfarëdo lloj gjë duhet ta mbaroj me të kaluarën, çfarëdo lloj gjëje nuk e kam sa thosh sistemuar akoma apo arritur akoma, të mundem ta vë në një vi. Sigurisht që nuk do nxitim, nuk do gjërat i marri me emotivitet, po me racionalitet, dhe prandaj po them që për të gjithë ata të cilët do dinë të përdorin racionalen, pra mendjen, turin që kanë në kokë, çdo gjë është e mundur, që nga realizimi një ndryshim të madhe, që nga një bashkëjetesë, që nga blerja një banese, që nga formimi një familje, që nga zgjidhja e një problemi familjar, që nga gjetja e vetes, çdo gjë është e mundur, pra. Edhe shiko, se flasim për thënë të plota, themi që mbyllen ciklet të caktuara, sepse do hapen ciklet të tjera. Kështu që çfarëdo gjë po nis në gafore, do përfundoj në bricjap. Aty nga fundi muajit me hënën e re që e kemi në shenjën e bricjapit. Por që sado që të jetë, është faza para përgatitore. Nuk mbaron asnjë gjë, me thënë të drejtën, është thjesht ajo faza që çon deri në përfundimin e gjërave të caktuara dhe deri në realizimin e tyre. Por që duke që se është një hënë emotive, është në gafore, vendosim shpirtin mbi të gjitha, dëshirën e madhe, gjithçka që është e prekshme, sepse është në shenjën e, është shenjë toke, ajo ku i kemi këta planet rëndësishëm, Mars edhe Afërdit, kështu që gjërat po mund të jenë të prekshme, edhe përsa i përket karrierës, edhe përsa i përket financave, edhe përsa i përket çfarëdo gjë ka të bëjë me statusin publik të individëve të caktuar, çfarëdo gjë ka të bëjë me ndryshimin statusit të tipit, po ka ardhur momenti vendosim duhet të martohemi, ose ka ardhur momenti të bashkëjetojmë, ose ka ardhur momenti të ndryshoj pak taktik përsa i përket mënyrës se si ndajkohen midis shtëpisë edhe punës, dhe të gjitha këto gjëra me radhë. Pra çdo gjë është e mundur për t'u arritur, me thënë të drejtën, heqim qafë motive të vjetëruara dhe që s'na bëjnë më punë, përdorim fantazinë, intuitën, dëshirën e madhe për të realizuar gjëra të bukura. Pra muaji është një muaj shumë premtues, doja që sot në fakt tua komunikoja bashkë me parashikimet e vitit, do të ishte një video e plot ku do përfshinte sidomos parashikimet e vitit për secilën shenjë dhe 10 ditë, por edhe në muaj, por për arsye teknike që mua me teknologjinë punët i kam jo dash mirë, kështu deshi, dhe duke qenë se edhe këto janë ditë të tilla, në fakt që trysnojnë, atëherë është e qartë edhe e prisja, por që nejse. Po ju jap pra thjesht një shije kaq të vogël, duke thënë se dashuroni këtë muaj, vendosni në plan të parë ëndrat tuaja, favorizojë 10 ditë që i parë i shenjave, sidomos nga fundi i muajit, favorizojë 10 ditë që i dytë brenda muajit me gjëra që do të arrijë, edhe përsa i përket dashurisë, dhe përsa i përket punës, dhe përsa i përket financave, sidomos dhe me këtë hënën e plot që zhvillohet nesër, dhe që normalisht do shikojmë deri nga fundi i muajit se si do shkojë, dhe favorizojë 10 ditë që i fundit është plot ngjarje njëherë, domethënë është full me ngjarje dhe po plot mundësi për të pas realizime shumë të rëndësishme dhe në fillim të muajit, po sidomos pas datës 10 edhe në vazhdim. Uroj nesër të mund t'ua kem gati të gjitha këto, që të mund t'i dëgjoni me vëmendje, t'i ruani, t'i dëgjoni her pas here brenda vitit, por i kam përgatitur dhe i kam gati me data, momente se çfarë u leverdis, dhe përsa i përket gjithë vitit, se ku do të fokusoheni secili prej jush, kështu që ose çfarë do bëj unë? Ai se po jap një ide kështu, po e mbyll me këtë video dhe po i postoj një video tjetër pak më analitike. Kështu që merrni një shije të parë një përsa i përket muajit janar. Atëherë, ja ku jam përsëri, po mundohem, po s'po meci këto videot, nuk e di se pse. Sido që të jetë, po ishim në muajin janar, do përqendrohemi tek 10 ditë që i parë i shenjave, por juve loja fillon nga data 17 deri në datën 28 me ndryshimin e pozicionit të planeteve të rëndësishëm që deri në atë moment do i kemi në shenjën e bricjapit, në shenjën e ujorit, ku aty respektivisht do të takojnë planetin e madh të rëndësishëm të transformimit, ndryshimeve dhe thellësisë intensive të madhe, Plutoni, ku dashuria bëhet shumë intense dhe fort, po dhe manipulative, po dhe ashpër, po dhe egër për të arritur objektivin e vet, ku veprimi që është Marsi, sigurisht takon Plutonin dhe aty mund të bëhet shumë gjëra, mund të bëhet, por që nuk pranon humbjen dhe gjithmonë do përdori
idet inovative për t'ja dalë dhe për të pasur sukses, ku dielli sigurisht vetë takon errësirën dhe çfarëdo gjë është e fshet del në sipërfaqe, po vjen re lojra pushteti shumë të ndësishme dhe më i forti fiton, ose të paktën do të ketë tendencë për të përdorur pushtetin e vet secili për të arritur fitoren e vet atje ku mendon se ka të drejtë. Sido që të jetë, më mbetet të them se po muaj premton arritje shumë të mëdha dhe për sa i përket financave dhe për edicionin e parë po flasim gjithmonë, dhe për sa i përket dashurisë dhe për sa i përket arritjes objektivave, por nëse larg mbajmë dëshirën për të manipuluar, për të kontrolluar, për të shtypur, edhe kjo gjë do kujdes. Kush janë shenjat që ndikojnë më tepër? Kuptohet, besoj, ujori nga njëra anë, pastaj luani, pastaj demi dhe pastaj akrebi, pra shenjat fikse, pikë së pari, pastaj shenjat e ajrit, siç janë binjakët, peshorja dhe ujori vet, dhe dashi dhe shigjetari. Tani, çfarë ndodh? Ndodh ato që thash që ndodhin, juve të shenjës së ujorit me shumë insistim brenda këtij muaji do të dëshironi dhe të përpiqeni të arrini objektivat tuaja, shumë ndryshime keni për të bërë në mënyrën se si punoni, në mënyrën se si të tjerët ju shohin, si komunikoni. Keni një dëshirë shumë të madhe për të sjellur ndryshim të madh në jetën tuaj dhe është ndryshim i cili do kulmohet pastaj aty nga shkurti me eklips dielli në shenjën tuaj, por sido që të jetë po bëheni gati për ndryshime shumë të mëdha, që do nisin që nga pamja juaj, që nga mënyrë se u drejtoheni të tjerëve, që nga kërkesat që keni ndaj vetes, por dhe të tjerëve, duke spastruar pak territori me çfarëdo gjë nuk ju pëlqen dhe çfarë ka aty brenda dhe nuk ju ka shkuar gjikundi deri më tani, me dashuri të cilat ju trondisin dhe ju shkundin vendit, por që të cilat ja vlen të jetohen dhe ja vlen të shijohen. Sido që të vej puna, mundoni të mbani larg impulsivitetin, dëshirën për të kontrolluar situata dhe persona, dhe mundoni të mos manipuloni me çfarëdo gjëje ju jepet mundësia të keni në pushtetin tuaj. Pra mos se shfrytëzoni pushtetin që do ju jepet për qëllime destruktive, përdorini atë për qëllime më tepër të mira. Okej, vjet re një farë tendence për të ndihmuar të tjerët, duhet të thënë kjo gjë, për të qenë më human, për të qëndruar më afër personave që kanë nevojë për ndihmën tuaj. Në total le të themi është një muaj i cili po mundohet të përgatisi rrugën për gjëra më të mëdha që do shikoni aty nga shkurti. Për sa i përket shenjës së luanit, juve më tepër ju lidh puna me marrëdhëniet tuaja të rëndësishme, bashkëpunime qofshin ato, ose bashkëjetesa qofshin ato, martesa juaj, fejesa juaj, gjëra të tilla me pak fjalë, çfarëdo lloj shkrese me natyrë të rëndësishme ligjore, pra me një vulë dhe një firëm të rëndësishme, me armiq, të cilët nuk i keni tani të panjohur, i keni shumë të njohur dhe ballë për ballë vetes tuaj dhe aty do bëhet dhe loja më e madhe. Aty ka shumë gjasa që ju të fitoni një debat ose një përplasje që mund të ketë pas dhe një natyrë ligjore me një kompani me cilin keni punuar ose me një person që ju ka rënë më qafë, pra arrihet një farë drejtësie, si të thuash, brenda muajit, dashuria ju trondit ashtu sikurse kur nuk ka tronditur më përpara. Ju që jeni në çift keni mundësi të rikuperoni, rigjeneroni marrëdhënien tuaj dhe në total thjesht do kujdes që mos të arrihet ose të evitohet forca e pushtetit, e kontrollit, e manipulimit, e toksicitetit brenda muajit, që çdo gjë pastaj të shkojë ashtu sikurse ju dëshironi që të shkojë. Për sa i përket shenjës së demit, jemi më tepër në çështje që kanë të bëjnë me karrierën, me statusin, me imazhin publik, me mënyrën se si paraqiten tek të tjerët. Shumë prej jush edhe mund të vendosni të martoheni gjatë kësaj faze, nëse e keni gjetur gjithmonë personetës tuaj dhe keni kaluar ato fazat tuaja. Shumë të tjerë përballeni keq dhe në mënyrë lektike po dhe fizike, nëse do arriteni atje puna me persona të cilët mendoni se po ju bien më qafë ose nuk ju lejojnë të arrini objektivin tuaj ashtu sikurse dëshironi ju. Shpeshherë gjatë muajit dhe sidomos pas datës 21 arritjen e objektivave tuaja do ta kërkoni me ose objektivat tuaja për t'i arritur do ju duhet t'i kërkoni me një farë epërsie, dhunet, trysnie, sepse ashtu dua, sepse më takon fundja, shpeshherë edhe pasi nuk do ja dilni, shumë prej jush dhe mund të përballeni me ndryshime në karrierë ose në statusin tuaj, por që sido që të jetë, edhe pse mund në fillim mund ta shikoni si diçka të keqe, pastaj del goxha mirë, do kuptoni domethënë që duhet të ndodhte. Për sa i përket dashurisë, më tepër anojmë nga të bërit serioze diçka,
për juve që normalisht jeni ju ka mbaruar, domethënë, nuk ka ku të bëjmë më martesa juaj, edhe mund të shikojmë që mbaron diçka për shkak se vjen diçka tjetër e papritur në jetën tuaj, pra në dyja rastet mirë jemi, mirë qëndrojmë. Përsa i përket shenjës së akrepit, ndryshimet vinë në ambientin familjar, në çfarëdo gjë ju lidh me të kaluarën, një dashuri të kthehet nga kaluara, shumë mirë mund t'ju trondisi mirë, domethënë nga themelet tuaja, dhe kam frikën më tepër tek ju që e keni ndërtuar një familje aktualisht. Nëse kjo është pjesë më vete. Përsa i përket banesës, mund të bëni ndryshime brenda ambientit tuaj, të rregulloni gjë që duhet rregulluar, sistemuar gjë që duhet sistemohen. Sigurisht nuk ka për të pëlqyer kur të dalin këto meremetime që duhen bërë, por sido që të kuptojnë në fund që duheshin bërë. Dhe shtohet buzëqeshja, shtohen edhe surprizat brenda familjes, me thënë të drejtën, mund të vijë një pjesëtar, një antar tjetër në familjen tuaj të shtohet, papritur mund të dalë mundësia për të lëvizur me banesë, për të shpërngulur, për të blerë një banesë, për të shfrytëzuar një banesë që e keni, ose për të ndarë mendjen se ku do të pozicionoheni me banesë, sido që të jetë, më thënë, këto janë çështjet që më tepër ju ndikojnë dhe bëni pashje me veten dhe ju gjeni veten, domethënë. Shikoni domethënë që e ktheni vëmendjen nga vetja juaj dhe çka është më e rëndësishme për ju. Përsa i përket pastaj shenjës së dashit, le të themi që këtu jeni shumë social, shkëlqeni shumë sy të tjerëve, dhe do keni mundësinë të keni fatin e mirë në jetën tuaj dhe për të arritur objektivat tuaja të shfaqen individ me potencial të madh dhe me fuqi të madhe për të ndihmuar të arrini atje ku duhet. Ëndra të reja lindin, dashuri të reja lindin përmes rrjeteve sociale, por edhe rrethit tuaj shoqëror, dhe çdo gjë duket se është ecën mirë. Do të thotë evitoni atë, s'të thuash, fiksimin për të arritur objektivin me se s'bën, merrni gjërat më qetësisht dhe çdo gjë duket se është goxha mirë për ju. Surprizat nuk do kenë të mbaruar dhe janë shumë të kënaqshme. Shpesh të kënaqshme, shpesh ju nxjerrin nga ajo reatia juaj po si jeni mësuar me gjërat, por që çon si ka bukur do vinë gjërat. Tani përsa i përket shenjës së pinjakëve, dashuria vjen nga larg e para një herë dhe mund të ketë diferencë moshe ose thjesht mund të jetë person i cili është i huaj ose i përket një kulture tjetër në total. Gjithashtu zgjidhen çështje me natyrë ligjore, gjyqësore, gjithashtu çështje studimore duket se ecin mirë, dhe në total le të themi që ju jeni të favorizuar përsa i përket këtij muaji për të ndryshuar dhe komplet kuptimin tuaj në lidhje me dashurinë, me punën tuaj, se doni ta realizoni atë gjë prej këtej në vazhdim, disa e ndani mendjen se doni të zgjeroheni pak më tepër jashtë shtetit ose të lindni bashkëpunime me jashtë shtetit, e gjëra të tilla të mira domethënë vinë për ju. Përsa i përket shenjës së gafores, këtu më tepër përqendrohemi tek financat, po janë financat të cilat nuk burojnë nga portofoli juaj, nuk vijnë nga puna juaj, por më tepër janë financa që i ndani me persona të tjerë të rëndësishëm, bashorti, bashkëshortja, fonde që i ndani, nuk e di, përfitoni nga fonde, nga pensione, nga transakcione, gjëra të tilla, një çështje trashëgimie e cila me një farë drejtimi ose si të thuash një pronë që përshfrytëzoni dhe keni fitime prej saj, sido që këto janë mundësitë tuaja përsa i përket muajit për të përfituar. Kujdes, do më bëni vetëm në dashuri sepse mund të trondisi një person që vjen në jetën tuaj dhe t'ju detyroj të bëni dhe gabime të cilat nuk kishit menduar ndonjëherë se do i bënit, me thënë të drejtën. Përsa i përket pastaj shenjës së virgjëreshës, këtu më tepër jemi në banesë, çfarëdo gjë ka të bëjë me punën, me ambientin e punës, ndryshime që vinë në ambientin e punës, bashkëpunime të reja që mund të lindin ose ndryshime që tash lindin aty brenda ku ju punoni. Kujdes me financa, do thosha, financat janë një faktor i cili do t'ju monopolizojë vëmendjen gjatë gjithë 2026-s, sido që të jetë për çështje pune, shëndeti, përditshmërie dhe rutine, duket se gjeni zgjidhje dhe shpeshherë të papriturat vinë dhe ju vendosin buzëqeshje në fytyrën tuaj. Por që bukur vinë gjë. Edhe vazhdojmë me shenjën e peshores tani, sepse normalisht e lam tek vizhuresha. Atëherë përsa i përket shenjës së peshores, të diçit të parë përsa i përket muajit janar, juve thash jeni ndër të favorizuar ty shenjat e ajrit. Këtu më tepër shikojmë një banesë e cila ka të bëjë me krijimtarin, ka të bëjë me inovacionin. Përsa i përket krijimtarisë, juve që jeni artist apo përgatisni diçka shumë të bukur dhe fenomenale, pra sukses shumë të madh do të keni juve që jeni si përmarrës, jeni në botën e biznesit, ju lidh puna çik me të bukurën, me estetikën, me sikurse tash
muzikën, sportin, pse jo. Por vjet re edhe se shumë prej jush do të arrini të gëzoni me një shtatzani të papritur, me një dashuri që vjen totalisht papritur në jetën tuaj dhe e kthen çdo gjë me kokë poshtë, por për mirë. Kështu që çfarëdo gjë ka të bëjë me kënaqësinë e jetës, çfarëdo gjë ka të bëjë me jetën, krijimtarinë, arsyen për të jetuar, juve e gjeni atë dhe me të vërtet nuk e di. Ky është një muaj që do e mbani mend, sidomos fundin e tij. Vetëm kujdes. Nuk ka asgjë të keq me të jetuar çdo gjë në mënyrë shumë intensive, por më shumë intensive nga çdo, pastaj kuptoni që kalojmë në kaun tjetër. Kështu që do kujdes çdo gjë, merrni çdo gjë me metrin e vet, me qetësinë e vet, me se thuash inovacionin që takon, sepse vërtet do krijoni diçka inovative, që dhe do ketë kozjatje, por edhe do them se përsa i përket masave, do të çuditësi goxha, do bëj goxha përshtypje. Nuk e di se sa prej jush të shenjave të peshore, se përkisni ditë të parë, po sillni një ndryshim kaq të madh në syrin publik, por sido që të jetë do të ka për të qenë fenomenale dhe ka për të qenë sensacion. Këtë gjë e besoj. Dhe kjo gjë vlen edhe përsa i përket të ardhurave tuaja, që sigurisht vjen prej këtyre burimeve të që ju thash, domethënë arti, sporti, puna krijuese, për të gjithë juve që jeni në botën e spektaklit, për të gjithë juve që jeni në biznes që ka të bëjë me organizime eventesh, bukur ju ecin gjërat. Tash këtu një dashuri mund të vijë papritur nga se prisin se pandeni, dhe çështje që kanë të bëjnë me fëmijët tuaj, ose merrni një kënaqësi shumë të madhe prej arritjeve të fëmijëve tuaj që i keni, ose juve që nuk i keni, atëherë duket se nuk ka rëndësi se si do arrihet kjo gjë, por duket se arrihet. Madje shumë prej jush do të çuditeni dhe habiteni që ja dolët. Përsa i përket prindërimit, e ka fjalë të bëni prindër pra. Përsa i përket tani shenjës ku vemi, shigjetarit, atëherë këtu kemi të bëjmë me ide të reja, inovative, komunikimin, ndoshta dhe kontrata të reja, pune, lëvizje shumë për arsye pune, çfarëdo gjë ka të bëjë me transportin. Mund të blini një mjet të ri, domethënë mund të blini një makinë të re, por që të jetë një Tesla për shembull, ose të jetë një çfarëdo gjë ka të bëjë me elektriken, me inovativen, me avangardizmin, që ta kuptoni këtë gjë. Ose mund të blini një mjet teknologjik shumë avangard, shumë të përparuar, që ta kuptoni këtë gjë. Po komunikimi ka për qenë shumë të rëndësishëm, reklama, mënyra se do të reklamoni punën tuaj, po dhe mënyra se si do të përdorni teknologjinë në të mirë të punës tuaj, janë këto disa prej elementeve që me të vërtet ju bëjnë të keni sukses në punën tuaj dhe në mbarvajtjen e saj dhe të fitimeve që vijnë prej saj. Por dhe për të gjithë juve që do të jeni të angazhuar me transportin, turizmin, gjuhët e huaja, çfarë të them tjetër? Arsimin, duket se dhe ju do të keni ide se si do me thënë të fitoni apo të nxjerrni fitimet tuaja prej kësaj gjëje. Tani, sigurisht dashuria vjen përmes rrjeteve sociale, vetëm kujdes. Kujdes sepse të mos bëhet manipulatore, do të thënë kujdes të jeni të drejtë për drejtë të sinqert me tjetrin, ose sigurohuni që personi me cilin po komunikoni nuk ju vë në rrezik. Por sido që të jetë, them se duke qenë se muaj jep dhe mundësinë e përballjes me skandale dhe gjëra të fshehta, them se edhe sikur të jetë diçka e rrezikshme, duke ardhur do ta kuptoni në kohë. Por them jeni të favorizuar dhe sido që të jetë mundohuni ta përdorni muajin në favorin tuaj. Sidomos për sa i përket sigurisë së punës tuaj dhe përfitimit përmes saj, duke përkthyer këto në financa të kënaqshme. Dhe dashuria, e tham, ka surprizat e veta, ndaj ja vlen të shijohen. Për sa i përket pastaj shenjës së bricjapit, tu kemi të bëjmë më tepër me çfarëdo gjë lidhet me ekonomi dhe financa, që truri juaj do punoj në maksimum. Juve sido që të jetë të fituar dilni, sepse në fillim i keni këto planet rëndësishëm, të brendshëm, që këto janë që e bëj gjithë lojën fundja në jetën e njerëzve tonët të vdekshme këtu. Dhe pastaj kalon në ujor, por që sido që të nga banesa e parë që përgatitet ideologjia, përgatitet ideja, kërkesa, inovacioni, dëshira, orientimi, dhe pastaj të zbatohen në shenjën e ujorit, që çdo gjë vjen pa pritur, pa pandehur, madje do thosha. Dhe për shumë prej jush, gjithë ajo punë që keni
jeni munduar ta vini në zbatim, nuk ka dhe shumë gjëra të mos realizohet fare ashtu sikurse e nisët ju apo të vi ande nga e prisnit ju, mund të vi ande nga nuk e pandehnit, por sido që të jetë prap ju gjen me surpriza të bukura, do thosha. Kështu që për sa i përket financave, teknologjia, reklama, inovacioni, çfarëdo gjë ka të bëjë dhe me artin, sigurisht, po dhe me rrjetet sociale, atëre prej këtej vinë dhe burojnë të ardhurat tuaja dhe besomoni në syrin e publikut të gjerë, diçka po bëni dhe vërtet shkëlqeni aty. Po dhe përsa i përket dashurisë, madje dashuria këtu ka dhe fitim dhe përfitim, do me thënë do bini mirë. Persona pra që vinë jetën tuaj qëndrojnë dhe mirë ekonomikisht dhe financiarisht, duhet thënë. Përsa i përket pastaj ujorit e analizuam dhe përsa i përket peshqëve, ju çfarëdo gjë ka të bëjë me të kaluarën, me çfarëdo gjë do ta ishni qafe nga vetja juaj, me çfarëdo gjë ka të bëjë me armiqtë të fshet që merren vesh se kush ishin dhe çfarë qëllimesh kishin kundrejt jush, e mbyllni njëre për gjithmonë, pra është momenti që u mbyllni shumë faza dhe përsa i përket karrierës, dhe përsa i përket dashurisë, dhe përsa i përket shëndetit, dhe përsa i përket gjithçkaje nuk ju ecte apo nuk ju eci deri më tani, sepse thjesht duhet të fokusoheni, pra do përgatiteni avash avash për të bërë diferencën dhe ndryshimet në muaj që do pasojnë. Por sado që jetë kjo puna juaj është e heshtur, është pasive, është e mirë menduar, është analitike, ndërkohë mundoheni dhe të mblidhni trut e kokës, të shëroni veten tuaj, zbuloni shumë gjëra e thash, dhe bëni paqe me ato çka zbuloni dhe merrni vesh, dhe këtu për ju dashuria është e fshet. Nuk mund të merret vesh ose nuk duhet të merret vesh. Pra është dashuri e cila nuk do ishte e pranueshme ose duhet me se zvon të mbetet prapa kuintave. Kështu që me kujdes ju lutem shumë, po mund ta shijoni, po do ju kënaqi sigurisht, e bukur është gjë e fshet, por kujdes mbrojeni sa të mundeni në mënyrë që të mos ju dëmtoj as juve dhe as personin tjetër. Dhe diçka tjetër. Përsa i përket financave, se nuk do mund ta lija pa prekur, pra përsa i përket tham shëndetit, shëroni shpirtin, trurin, mendjen. Psikologu bën punë, sigurisht. Dhe përdoreni, ose që se keni nevojë dhe shikoni që nuk ka asgjë të keqe të shkosh te psikologu, thua ti njeri dashur më shëro, më ndihmon, nuk e di. Gjeni poshtë, bllokoheni emotivisht dhe psikologjikisht. Përsa i përket dashurisë, e thash se çfarë ndodh, përsa i përket tani financave, shumë prej jush që do jeni shumë të zgjuar, din ta përdorni teknologjinë siç duhet, që din të përdorni rrjetet sociale siç duhet, që jeni shumë të fokusuar në çfarëdo gjë ka të bëjë me të ardhurat pasive. Atëre aty i keni dhe ju të ardhurat tuaja, por që këtu po flasim jo për pak, këtu po flasim për shumë. Dhe këtu fitimet mund të jenë me të vërtet shumë të mëdha. Nëse do dini të punoni ashtu siç duhet me mend dhe të përdorni dhe intuitin tuaj, por edhe aftësitë tuaja, sigurisht. Kështu që ju 1 dhe Gaforia 2 them se keni këtë lloj mundësie, por edhe shtëzoni ashtu siç duhet. Kujdes ama. Nëse do abuzoni shumë, atëre edhe dënimi do të jetë i lartë, edhe ndëshkimi do të jetë i lartë. Kështu që ju lutem shumë me kujdes. Çdo gjë është mirë në favorin tuaj, por me kujdes. Atëherë kalojmë tani tek dhjetëdiçi i dytë i shenjave. Sigurisht që juve do përfitoni, do mundoni të pak të përfitoni nga qëndrimi i Afërditës, Marsit dhe Merkurit në shenjën e Britsjapit deri nga data të paktën 12, jo se pastaj ndodh ndonjë gjë e madhe, por që sido që të jetë lëvizin në gradët. Nëse sido që të jetë, domethënë deri në këto data juve mundoni të shikoni se çfarë do bëni për të arritur dhe për të përmirësuar çështje që kanë të bëjnë me karrierën, me punën, me objektivat, me qëllimet, me disiplinimin, me të qenit korrekt me të tjerët, po dhe me veten tuaj. Dashuria bëhet shumë herë më e prekshme, më e thellë, më racionale, e thellë po racionale, dhe po shumë prej jush do të jenë ata të cilët kanë për të marrë vendime shumë të rëndësishme përsa i përket mbarvajtjes dhe curisë të një historie dashurie. Kush do të jenë këta? Atëherë, le të themi se duke qenë se loja bëhet në shenjën e Britsjapit, atëherë sigurisht që më të ndikuarit janë Britsjapi edhe Gaforia. Marr parasysh faktin se nesër data 3 kemi dhe hënë të plot në shenjën e Gafores, që sigurisht ndodh në gradët që përfaqësojnë dhjetëdijën e dytë të kësaj shenje. Atëherë po, ka shumë individ të cilët gjatë këtyre datave, ditëve, ka nisur kjo që do me thënë më përpara, por që duket se po e ndajnë mendjen dhe po marrin vendime shumë të rëndësishme përsa i përket, sikur se thash, mbarvajtjes së një historie dashurie të tipit
vendosin për një bashkëtesë, vendosin për një për krimin e familjes së tyre, vendosin për një martesë, më të ndaj një datë për të martuar, fejuar apo ta bërë diçka familjare. Ka shumë prej jush të cilët e ndani mendjen edhe për të blerë një banesë, pse jo, ose për të përdorur pronën ose diçka që keni pronësin tuaj për të pasur më tepër fitime dhe përfitime. Shumë prej jush ndani mendjen se çfarë duhet të bëni për sa i përket ndarjes së kohës dhe impenjimit përmes midis familjes dhe karrierës tuaj, por që sido që të jetë, është një muaj i cili të paktën deri nga mezi i vet ju jep mundësinë që konkretisht të arrini gjëra, konkretisht të arrini objektiva. Do më bëni vetëm shumë kujdes aty në datën 12, pse? Sepse në këtë periudhë dielli nga shenja e Britsjapit shkon edhe takon fatkeqësisht në një aspekt të vështirë Kironi në shenjën e Dashit, dhe këtu më tepër do ndikojnë juve të fundit të dhjetëdiçit të dytë me fillim të dhjetëdiçit të tretë. Këtu dalin në sipërfaqe dhimbje të mëdha që i përkasin të kaluarës, kushdo ju ka trysnuar, kushdo ju ka ushtruar dhunë mbi ju, kushdo ju ka detyruar të zgjidhni një rrugë që nuk keni dashur ta zgjidhni, është momenti që duhet të përballeni dhe pjesën më e madhe nuk e di, kam çik me merak këtë datë, sepse di që pjesa më e madhe mund të ndodhi dhe krime, po do të jenë ato lloj krimesh të cilat o ndodhin për vetëmbrojtje, sepse nuk durohet më dhuna dhe trysnia që dikush ka ushtruar mbi këta individ, ose sepse thjesht janë këto motive të së kaluarës të cilat nuk i durojmë dot më. Do me thënë, është momenti që me insistim të madh do duam të shkëputemi nga çfarëdo lloj gjëje që nuk na lejon të jemi vetvetja, nuk na lejon të jetojmë jetën tonë ashtu si duam ne dhe na shtyp integritetin ton. Dhe sigurisht që këtu kujdes maksimal do më bëni juve të shenjës së Britsjapit, që i përkisni, do me thënë, jeni diku aty të lindur midis deri nga data e shumta 12-13 janar, nga data 8 e deri në këto data që po ju them, sepse aty nuk mban më i pilafi çfarëdo lloj gjë qoftë ajo dhe çfarëdo lloj gjë ju ka trysnuar bërkeq dhe nuk e duroni dot më, shpërthen. Dhe del në sipërfaqe dhe këtu po përfshihen dhe skandale të mëdha, me thënë të drejtën. Por që sidoqë do bëni kujdes këtë datë. Pastaj përsa i përket pjesës tjetër të muajit, keni mundësi të aty nga fundi muajit vjetre që Merkuri takon afër ditën në shenjën e Ujorit, mundësi të mira shumë vijnë përsa i përket dashurisë, dhe përsa i përket financave, dhe përsa i përket mendje aftësisë së gjërave, shikojmë gjërat me një tjetër lloj këndvështrimi dhe objektiviteti, dhe faktori befasi nuk mungon nga jeta e secilit, dhe përsa i përket financave, po dhe përsa i përket dashurisë në total. Shumë kontrata do të nënshkruhen papritur, shumë bashkëpunime do të lindin papritur aty nga fundi i muajit, që sigurisht do pasojnë edhe deri në fillimet e muajit shkurt, për juve të dhjetëdiçit të dytë kanë fjalën, dhe në përgjithësi gjërat duket se ecin mirë. Do me thënë, konkretizohemi dhe stabilizohemi deri afër datës 10, data 12 me 15 do shumë kujdes përsa i përket këtyre situatave që përshkrova, dhe fundi i muajit pastaj vjen dhe ai me realizime të kënaqshme. Tani, po ti marrë shenjat me radhë, do thosha që përsa i përket juve të shenjës së Dashit, fokusi juaj sigurisht që nga data 3 nesër, me këtë hënë të plot në shenjën e Gafores, kthehet nga familja e kaluara, çështje që kanë të bëjnë me vendbanimin, vendqëndrimin, me shëndetin tuaj, me vetë personin, siç ju karakterizon juve si individ, me çfarëdo gjë ka të bëjë me dëshirën tuaj për të shkëputur nga e kaluara, për të shëruar veten sikurse e thash, për të mbyllur ciklet të cilat nuk ju shërbejnë më, dhe me çfarëdo gjë detyron ta shikoni realitetin për atë çka është, që do të thotë përballeni me individ të tjerë dhe parashtroni kërkesat tuaja të tipit çfarë do bëhet me të ardhmen e një bashkëtese për shembull, ose me të ardhmen e një marrëdhënieje në çift, a do arrim ta konkretizojmë në diçka më të madhe, apo dhe unë them se konkretizohet. Do të thënë, shumë prej jush të shenjës së Dashit arrini të finalizoni më fund një marrëdhënie, një bashkëpunim, ose të stabilizoni deri diku një çështje financash, që është shumë e rëndësishme dhe që keni shumë kohë që po e diskutoni dhe po përpiqeni ta çoni këtë gjë në një farë drejtimi të caktuar. Ju të shenjës së Demit pastaj diskutimet gjatë datës 3 ka nisur dhe që do pasojnë dhe për 3 ditët e tjera, fokusohen më tepër në çështje që kanë të bëjnë me kontrata të rëndësishme, me motra vlezër, me gjitoni, me blerjen e një mjeti,
një tip pune, po që gjithmonë flasim për teknologji të lartë ose teknologji të përfshirë këtu, me finalizimin e blerjes së një makine, për shembull, tregtia ju ecën mirë, ose keni ide të reja se si të shtoni tregtinë ose të ndryshoni tregun e punës apo të sfidoni tregun e punës me idetë tuaja. Kështu që, do me thënë, edhe të shenjë së demit, këtu jeni më tepër, se si të përfitoni nga shitja e imazhit tuaj publik ose përdorimi i rrjeteve sociale dhe në total le të themi idetë që do të keni janë shumë inovative. Dhe çfarëdo gjë ka të bëjë me tregtinë, turizmin, transportin, komunikimin, kontrata të rëndësishme që në shkruan lidhje me këto gjëra, por edhe me mund të jetë kontrata pune që lindin me jashtë shtetit ose bashkëpunime që lindin me jashtë shtetit, dashuria mund të vi nga jashtë, ka diferencë moshe, por që ju kënaq, ju stabilizon, po sigurisht duhet thënë edhe kjo gjë dhe duket se jeni më të pëlqyeshëm dhe më atraktiv në sy të tjerëve dhe këtu shtojnë dhe mundësitë tuaja për të sjell më tues të rinë në jetën tuaj, pra dashuri të reja edhe ju. Për sa i përket shenjës së binjakëve, muaj këtu sjell jep mundësi shumë të mirë realizimi për sa i përket financave. Dhe shumë prej jush të shenjës së demit nuk do të kënaqeni vetëm me një profesion ose me një punë që u jep të ardhurat caktuara, por do nisni edhe një punë tjetër. Një do ta keni puna e shtetit, si të thuash, dhe tjetër do të jetë një aktivitet i lirë, i kohës së lirë ose angazhimi juaj me çfarëdo gjë tjetër, projekt tjetër që do sjelli fitime të kënaqshme. Pra muaji ju ndihmon shumë për sa i përket aspektit ekonomiko-financiar dhe aty nga fundi i muajit pastaj ju jep dhe më tepër mundësi për të zgjeruar dhe më tej kufive të shtetit tonë për shumë diku jashtë shtetit, por dhe dashuria duket se merr një tjetër kuptim dhe sjell tjetër kuptim në jetën tuaj me eksperiencat të cilat nuk keni për t'i haruar kurrësi. Për sa i përket shenjës së gafores, gjithçka ka të bëjë me veten tuaj, me imazhin tuaj, me paraqitjen tuaj në sy të tjerëve, shumë prej ideve që kishit nuk do të vazhdojnë të jenë kështu prej datës 3 edhe në vazhdim, shumë gjëra pra ndryshojnë edhe në lidhje me ju, dashuria merr kuptim tjetër dhe shumë prej jush duket se e gjeni veten me një dashuri të re që lind gjatë kësaj periudhe, pra mbaron diçka për të nisur diçka e re ose po përgatitet diçka që ta shikoni pak më vonë brenda muajit e bukur dhe kjo dhe në përgjithësi le të themi edhe ju ndani mendjen se çfarë do të bëni me një bashkëtesë, një bashkëpunim të rëndësishëm me martesën tuaj dhe me marrëdhëniet shumë të rëndësishme që keni në jetën tuaj, pra të shenjta. Kujdes vetëm aty afër datës 12, këtu me të vërtet diçka e madhe ju trysnon, diçka që ka të bëjë martesën tuaj me një bashkëpunim të rëndësishëm dhe që në përgjithësi nëse e ndjeni shtypjen shumë të madhe, nuk besoj se do duroni dhe për shumë gjatë, po çfarëdo gjëje do ju trysnoj dhe lëndoj duke i kujtuar gjë që doni t'i kujtoni, atëherë pikërisht këtu merr fund. Shumë prej jush do të merrni vendimin për t'u ndarë ose për t'ikur nga një vend pune, vetëm sepse nuk po e gjeni më veten ose se do ndjeni se uni juaj po shtypet dhe ju nuk keni më të drejtën e fjalës apo lirinë e tani ju të shenjës së luanit të dhjediçit të dytë. Çfarë them tani, këtu kemi të bëjmë me një banesë e cila mbyll ciklet, domethënë banesa e 12, pra kemi banesën e 12 të aktivizuar këtu nga data 3 edhe do shikojmë pastaj që gjatë gjithë muajit shumë jo shqetësime, por që do mundojmë të gjeni zgjidhje në çfarëdo gjë ka të bëjë me shëndetin tuaj një pikë së pari, me marrëdhëniet tuaja në çfarë natyre doni të kenë ato, shumë nuk e di, aktiv do të jeni për sa i përket nuk e di seksualitetit tuaj, do të thënë jeni shumë aktiv për sa i përket kësaj gjëje, por që të flasim për gjëra më konkrete, do themi që puna, të ardhurat, fitimet përmes punës dhe jo vetëm, duket se monopolizojnë atë vëmendjen tuaj pikërisht brenda këtij muaji. Pra bet shumë e rëndësishme për ju çfarëdo gjë ka të bëjë me punën, ndryshimet brenda saj, se si ju mund të përmirësoheni, puna në grup ju intereson jashtëmase shumë se si do shkoj. Përveç kësaj kuptoni se nuk mund t'ja dini vetëm përmes punës tuaj, sado mirë të jeni në të, por duhet të shpikni edhe diçka tjetër, duhet të krijuar diçka tjetër si mënyrë për të shtuar të ardhurat tuaja, pra diçka që nuk do ketë lidhje tamam të bëjë me edhe për ju me punën e shtetit, por duhet të keni edhe diçka që sjell fitime në mënyrë të pavarur. Do të jetë kjo shfrytëzimi një prone që keni, do të jetë kjo përfitimi që do të keni nga një, duke di, pension që del përmes një
se u jep shteti, apo se përfitoni nga një divorc, apo çfarë do gjë qoftë, idet nuk kanë të ndalur dhe ju nuk keni të ndalur derisa të arrini atje ku duhet të arrini. Pastaj aty nga fundi i muajit, duke marrë parasysh domethënë se kemi lojën e cila zhvillohet në shenjën e ujorit, juve këtu dashuria ju do jashtëmase shumë dhe ju vjen ande nga nuk e prisni, surpriza shumë të këndshme për sa i përket dashurisë, për sa i përket shijimit të jetës, për sa i përket, domethënë gjeni kuptim për ta jetuar dhe shijuar jetën. Vërtet, lodhje ka deri atëherë për të arritur qëllime dhe objektiva për sa i përket punës dhe financave, por çfarëdo gjë ka të bëjë me dashurinë, me intensitetin që ajo fal dhe është i bukur, është rigjenerues për ju, vjen pikërisht domethënë nga fundi i muajit dhe e njëjta gjë vlen edhe për sa i përket financave. Financat që shumë herë ju çudisin me surpriza të bukura që ju presin në lidhje me to. Tani, ajo data 12 do kujdes edhe për ju, sido që të jetë, janë data të cilat ndryshojnë botë kuptimin tuaj, ju bëjnë ta shikoni realitetin për atë çka është. Kjo ju më tepër këtu shpëtoni nga karma e ligë, nga gjëra të liga që keni përjetuar deri më tani dhe që kanë të bëjnë me punën tuaj, dhe me shëndetin tuaj, dhe me përditshmërinë tuaj, dhe me botë kuptimin tuaj deri më tani për çështje të caktuara, po dhe për sa i përket armiqve që keni pas. Domethënë këtu shumë gjëra mbarojnë dhe shumë prej veseve tuaja marrin fund gjithashtu. Përsa i përket tani shenjës së Vizhëreshës të dhjetëdhjetit të dytë, kjo hënë e plot në shenjën e Gafores për të gjithë normalisht është pozitive, por ju më tepër sjell pak fokusin në çfarëdo gjë ka të bëjë me objektivat tuaja në lidhje me marrëdhëniet tuaja, me kontrata të rëndësishme, me se thua ndryshime që doni të bëni në lidhje me një bashkëpunim që e keni, ose me armiqt tuaj, si mund t'u merrni në kthes këtyre për shembull, çfarë diferencë mund të bëni në lidhje me këta, sido që të jetë, le të themi se edhe për ju kjo vjen shumë bukur si hënë e plot, ju ndihmon pra sikurse thash të shkëlqeni në sytë të tjerëve, të tregoni se kush jeni ju në të vërtetë, të arrini bashkëpunime të reja, bashkëpunimet që të lindin dhe ande nga nuk e prisni me thënë të drejtën, por që duket se mbyllen ciklet caktuara për të hapur cikle të reja dhe aty ju do keni me të vërtet mundësi realizimi, do ta shikoni dhe në ditët në vazhdim, e deri nga data me sa duket 10, keni mundësi që objektivat tuaja vërtet t'i çoni drejt realizimeve shumë të kënaqshme, do thosha për ju dhe sidomos këtu për sa i përket punës krijuese, për sa i përket prindërimit, për sa i përket një dashurie të re që po vjen sikurse thash, por që ka një natyrë stabilizuese në jetën tuaj dhe në total çfarëdo gjë mund të shtoni për sa i përket të ardhurave që besomëni mirë do të ishte të hartoni një strategji goxha të fuqishme që të mund t'ja dilni me financat brenda 2026-s. Nuk do të jetë kaq e lehtë, megjithatë them se në qoftë se do të përdorni ose do të mbështeteni tek aftësitë tuaja krijuese, them se çdo gjë është e mundur dhe mund t'ja dilni të mbijetoni mirë për sa i përket financave dhe gjatë këtij muaji, po dhe për sa i përket 2026-s në total. Kujdes data 12 sepse sido që të jetë ju trysnon me tradhti që mund të zbuloni, me goditje pas shpine, me vese që i keni dhe që ose që i kanë të tjerët dhe juve përballeni me to dhe ju lëndon. Pra, përballeni me persona që kanë vese të caktuara, por që ju nuk i mbështesni ose ta thuash keni vuajtur prej tyre. Dashuria po është e njëjta gjë, dhe nëse vesi i tjetrit është tradhtia, atëherë ja ku shfaqet edhe një herë. Me kujdes për sa i përket datës 12 është shumë intensive dhe lëndon shumë, por që sido që të jetë për ato gjëra që do të thuhen dhe ato pozicionime që duhet të mbahen, atëherë ashtu le të jetë. Domethënë dhe ju do kërkoni të drejtën tuaj fundja dhe do të jetë ere fundi që toleroni qoftë edhe padrejtësinë më të vogël. Por ju jepet mundësia shumë e mirë të punoni me veten dhe çfarëdo gjë është toksike tek ju të marrë fund këtu një herë për gjithmonë. Për sa i përket pastaj fundit të muajit, ose sa më shumë afrojmë nga fundi i muajit, atëherë le të themi se bukur vinë gjërat për ju, nuk mund të themi se vinë keq. Për çështje pune duket se çështjet e punës duket se ecin mirë, përditshmëria juaj ndryshon, me shëndetin tuaj gjeni zgjidhje të kënaqshme, ekuilibroheni domethënë në përditshmërinë tuaj dhe në shëndetin tuaj. Shumë prej jush mund t'ju dhurohet një kafshë shtëpiake ose ta blini atë vet, dhe puna në grup duket se favorizohet goxha shumë. Ka të papritura në ambientin e punës, ka sigurisht do të ketë ndryshime, jo vetëm ndryshime, por edhe ripërshtatje që do të jenë dhe për më mirë, por edhe duket se shtojnë të ardhurat përmes punës tuaj, shumë pak do jenë ato, sepse dhe shpenzimet do të keni, por sidoqë të jetë
ekuilibroheni mirë. Përsa i përket pastaj shenjës së peshores, muaji është transformues, do thosha, edhe për ju, jep mundësi për të zhvilluar dhe përsa i përket karrierës dhe përsa i përket punës, një punë në grup duket se jep rezultatet e veta, ama duhet të edhe duhet nënvizuar dhe theksuar se aty nga data 12 për ju që po vuani në ambientin e punës, për juve që nuk po e gjeni veten në karrierën tuaj, dhe mund të ndjeni se jeni të shtypur dhe nuk po arrini do të ngrini kokë, atëherë mund të merrni vendimin e rëndësishëm, të jeni gjithanë të thoni mirupafshim, nuk e dua më, nuk e them fjalën sepse e din shumë vetë mirë se si shkon ajo shpreha. Por që sido që të jetë, po diçka do aselli në majtë të hundës dhe keni për të shpërthyer aty nga data 12, sidomos me një çështje bashkëjetese ose me një çështje pune bashkëpunimi, sikurse po e them. Për pjesën tjetër pastaj, po objektivat arrihen, karriera, edhe që se do i keni këto përplasje të vogla ose ndryshime të mëdha prapë për mirë ka për t'ju ecur jo për keq, dhe aty nga fundi muajit duket se favorizimi është edhe më i madh akoma me çështje prindërimi, me çështje dashurisë të reja, me çështje angazhimesh, nisni një projekt të ri, bëni pjesë, nuk e di, nisni biznesin tuaj, sipërmarrja juaj është e rëndësishme dhe financat duket se shtohen, por tush më tepër faktori fat dhe rastësia, pra lojrat e fatit më tepër duket se sjellin goxha fitim dhe përfitim, dhe nëse dhe ju jeni të përfshirë në ato lloj aktivitetesh, atëherë fitimet i keni të mëdha. Një çështje prindërimi e thash zgjidhet dhe një dashuri e vjen në jetën tuaj, e cila vërtet ju ndryshon për më mirë. Përsa i përket pastaj shenjës së akrepit, juve çfarë do lloj, do të ndryshon e para një herë bot kuptimi juaj, në rast se si shikoni dhe e keni parë gjërat deri më tani, një dashuri e vjen në jetën tuaj, mund të ketë diferencë moshe, prandaj po them që varet si keni parë gjërat deri më tani, se nëse për shembull deri më tani keni thënë, unë me person më të madh se unë kur, apo unë me person më të vogël se unë nuk do krijoja kur lidhje, mendojeni prapë mirë, sepse do detyroheni t'i hani mirë fjalët tuaja brenda këtij muaji dhe çdo gjë është e mundur, do thosha, por që ka dhe tendencën të qëndrojë në jetën tuaj, dashuria mund të vinë nga larg, pra për çfarëdo gjë keni thënë kur nuk e bëj, nuk e di, besomni keni për të ndryshuar mendje brenda këtij muaji. Sido që të jetë biseda të rëndësishme në lidhje me punën tuaj, me financat, me çfarëdo gjë doni ta nisni sipërmarrje të re, me bashkëpunime që mund të lidhin si domethënë sipërmarrje të reja, me çfarëdo gjë ka të bëjë me prindërimin, me artin, me sportin, me aftësitë tuaja krijuese, me botën e spektaklit, juve që jeni në botën e spektaklit dhe të organizimit të eventeve, gjëra shumë të rëndësishme këto, të cilat sjellin dhe fitime dhe përfitime brenda muajit dhe që deri në datën 10 keni për t'i parë shumë aktive dhe shumë prezente në jetën tuaj dhe vërtet ju presin arritje të mëdha, do të thosha. Kujdes vetëm datën 12, aty nuk e di, aty çfarëdo lloj gjëje ju detyron ta shikoni jetën me sy tjetër, ashtu dhe keni për ta parë. Kujdes fjalë që do të thoni nuk mund të rikuperohen më, do të thënë nuk mund ta ndrejshni më atë çka mund të thuhet, dhe me të vërtetë le të themi se këtu mund të vendoset një farë drejtësie, ose të thuash drejtësia vjet në vend, dhe nëse do të ndjeni në një proces ligjor gjyqësor gjatë kësaj faze, duket se ju favorizon, pra është në favorin tuaj. Fundi i muajit mbyllet bukur edhe për ju me çështje familjare dhe të banesës tuaj që zgjidhen në mënyrë të kënaqshme dhe ju sjellin buzëqeshje në fund. Ne vazhdojmë me edicion e dytë të shenjës së shigjetarit, sepse normalisht e lam te akrepi. Atëherë përsa i përket të shenjës së shigjetarit, ky është një muaj i cili fokusin tuaj më tepër e kthen nga edhe për ju. Rëndësi shumë të madhe kanë financat. Shiko, ju keni për të qenë gjatë gjithë 2026-ës, ju të shenjës së shigjetarit, pavarësisht vjedhëve, keni për të qenë mirë. Domethënë, shkoni deri në buzë të greminës, ta themi kështu, por përsa i përket financave, gjithmonë ta gjeni një mënyrë se si t'ja dilni dhe të keni sukses. Dhe kjo gjë domethënë vjen që tani në janar, ku do shikoni që në fillim të muajit, që me këtë hënën e plot që zhvillohet nesër, çfarë ndryshimi sjell kjo në mendjesinë tuaj? Domethënë do kuptoni se ku keni gabuar deri tani. Çfarë do të kishte ndryshuar dhe se keni ndryshuar. Dhe pikërisht duke bërë këtë kthes të rëndësishme, ju arrini të bëni dhe diferencën, sidomos për sa i përket financave. Por kjo gjë nuk ka të bëjë vetëm me financat, kjo ka të bëjë dhe me dashurinë, kjo ka të bëjë dhe me personat që keni zgjedhur të keni jetën tuaj, kjo ka të bëjë dhe me motive të cilat nuk do të vazhdojnë më të jenë pjesë e jetës tuaj. Domethënë ta zëmë se deri dje lejoni që individ të caktuar të ishin pjesë e jetës tuaj dhe këta ishin toksik, këta ishin impulsiv, këta ishin imponues.
nuk do e lejoni më këtë gjë të ndodhi. Tani, nëse kjo gjë duhet të vi pasi ju zbuloni diçka të caktuar, çon si ka, por që nuk do toleroni më sjellje të tilla dhe nuk do i bëni nuk do jeni më destruktiv për sa i përket vetes tuaj. Pra, nuk do i bëni më keq vetes me zgjedhje të tilla. Por edhe nëse keni qenë ju ata të cilët keni mbajtur ose keni pas një qasje të tillë kundrejt individëve të tjerë, atëherë merr fund pikërisht këtu sepse do kuptoni se keni nevojë dhe ju për diçka kumtim plot në jetën tuaj dhe nuk do ta sakrifikoni më këtë gjë për gjëra sipërfaqësore. Kështu që kjo hënë plot sjell një të vërtet kaq të rëndësishme në jetën tuaj dhe për sa i përket financave, që kuptoni ku keni gabuar dhe duhet të përsëriten me ato gabime, por dhe për sa i përket dashurisë dhe vlerave të vërteta që keni në jetën tuaj dhe që duhen mbrojtur me do e mos. Dhe çështja familjare duket se marrin një drejtim shumë të rëndësishëm për ju, domethënë e shikoj që pozicionoheni ndryshe për sa i përket familjes, merr tjetër rëndësi për ju familja dhe e thash, është pjesë e vlerave për cilat ju fola pak më parë. Kështu që deri në datën 10 keni mundësi të punoni, ripunoni, rishikoni, rivlerësoni çfarë do lloj gjëje ka të bëjë me gjëra të tilla, pra sikurse dhe ju thash, pra me financat, me vlerat tuaja, me parimet tuaja dhe çka tillë dhe arrini të shtoni të ardhurat në portofolin tuaj dhe nga puna juaj, por edhe nga fitime që vijnë nga burime të tjera. Përsa i përket pastaj datës 12, aty do pak kujdes, me thënë të drejtën, aty të rysnoheni përsa i përket çfarë do gjë ka të bëjë me dashurinë. Aty kuptoni vlerat e vërteta, do me thënë gjithçka ju thash për financat dhe për dashurinë në total si temë në jetën tuaj, aty kuptoni dhe gjërat, aty bëhet do me thënë sqarimi i madh, pasi merrni një goditje të madhe, por që sido që të jetë temë se në fund arrin të bëni paqe edhe me veten, edhe me të tjerë. Dhe kuptoni arsyeën pse. Pse dështuat për sa i përket dashurisë, pse dështuat për sa i përket financave dhe ku duhet të bëhet ndryshimi i madh. Fundi i muajit pastaj mbyllet për ju me bisedime shumë të rëndësishme, për lidhjen e kontratave shumë të rëndësishme, udhëtime pafund për çështje pune, por që do i shijoni, ekskursione shumë dhe lëvizje lart e poshtë, shumë eksperjenca të reja, të cilat ju kënaqin dhe ju mbushin shpirtërisht, emocionalisht, përmes rrjeteve sociale takoni individ të cilët bën pjesë e jetës tuaj dhe mund të jenë edhe mund të shfaqni një potencial të caktuar dhe për sa i përket marrëdhënieve në çift prej këtej në vazhdim. Nuk mund t'i premtoj se do zgjasi, por sido që të jetë ju ndryshojnë bot kuptimin dhe mënyrë se si keni parë gjërat deri më tani dhe financat, për sa i përket financave, duket se këtu fitimet vijnë nga burojnë më tepër nga çfarë do gjë ju lidh me transportin, çfarë do gjë ju lidh me arsimin, çfarë do gjë ju lidh me insenjimin, trajnimin, gjëra të tilla, çfarë do gjë ju lidh me jashtë shtetit ose me turizmin. Këtu më tepër bëhet loja e madhe dhe keni ka shumë mundësi që aty nga fundi i muajit për të gjithëve që dëshironi të blini një makinë të re, ta blini ato ose një apparat celular ose çfarë do gjë ka të bëjë me teknologjinë, është e mundur. Po, përsa i përket tani shenjës së bricjapit, ky është një muaj i cili fokusin e kthen nga pikë së pari marrëdhëniet të çift. Këtu komunikimi bëhet shumë i rëndësishëm, tash juve të shenjës së bricjapit dhe të gafores pikë së pari jeni ata të cilët marrin vendime shumë të rëndësishme në lidhje me të ardhmen në një dashurie, e cila finalizohet ose me thjesht bet familjare, ose ndahet një datë martese, fejese, ose thjesht ecim në një bashkëjetesë dhe fundja është edhe kjo objektivi juaj ose ka qenë objektivi juaj primar deri të paktën më tani. Por që sido që të jetë, kjo gjë nuk e shkëput fokusin nga objektivat të tjera, siç është puna, siç është karriera, siç janë objektivat tuaja, siç janë financat, as i bëhet fjalë, por le të themi se është edhe moment shumë i bukur prej datës 3 e deri afër datës 10 të arrihet çfarëdo objektivi ka të bëjë dhe me punën tuaj dhe me karrierën tuaj dhe me bisedime për lidhjen e kontratave të rëndësishme pune. Dhe për ju të gjithë që puna juaj bazohet tek turizmi, tek klientela, punoni përmes rrjeteve sociale, atëherë çdo gjë është e mundur dhe çdo gjë sjell fitim. Kujdes vetëm data 12, aty kjo është një datë me një trysni shumë të madhe psikologjike, por nuk e di deri ku mund të arrijë, domethënë, intensiteti i kësaj dite do të zgjasë disa ditë, do të zgjasë deri aty nga data 15, me thënë të drejtën, dhe për ju sjell çështje në paqe që kanë të bëjnë me familjen, kanë të bëjnë ku jeni ju dhe
ku qëndroni ju midis familjes, jetës tuaj, kërkesat tuaja, objektivave tuaja, ëndrave tuaja, një dashuri e cila pranohet apo nuk pranohet nga familja juaj, persona brenda familjes që i shikoni tashmë si armiq me sjelljen që ata kanë kundrejt jush dhe ju që pozicionoheni dhe fundja e vini dhe pikat mbi më në fund, sepse nuk mban më ujë pilafi. Dhe e njëjta gjë vlen edhe për bashkëtesat të cilat janë kalbur, por edhe për martesat të cilat nuk shkojnë më gjikundi. Domethënë, duhet thënë edhe kjo gjë. Për sa i përket pastaj fundit të muajit, këtu financat kanë rolin parësor, shtohen sigurisht të ardhurat, por shtohen në mënyrë të befasishme. Shumë prej jush mund t'ju kthehen detyrimet që ju kanë, ose investimet që keni bërë një kohë të kaluar vinë tani dhe shumë mirë janë. Ose mund t'ju bëjmë propozime dhe oferta, por sido që t'jetë, ajo çka është e rëndësishme dhe duhet thënë është se asgjë nuk është rastësore vetëm, domethënë faktori fatit apo i rastësisht apo i të befasishmes, ka të bëjë edhe me pozicionimin tuaj. Dhe shumë prej jush shikoni se duhet të gjeni një burim të dytë të ardhurash për t'ja dalë fundja. Edhe gjatë muajit, po dhe gjatë vazhdimësisë prej këtej në vazhdim, dhe duket se po përmes një pune të dytë shtoni ose keni mundësinë të shtoni të ardhurat ose të përmirësoni të ardhurat tuaja. Për sa i përket pastaj shenjës së ujorit, çfarë do themi tani, këtu pjesa më e madhe prej jush njëherë para përfitoni nga fundi i muajit me objektiva që doni të arrini në aspektin personal, profesional, ekonomiko-financiar, ide që keni, që i komunikoni aty ku duhet, që ju japin mundësi dhe ju japin dyer për të pasur sukses, do i shikoni më mirë aty nga muaj tjetër, muaj i shkurt, por që sido që të jetë ky është një muaj i cili ju përgatit për atë çka do të vi brenda muajit të shkurt, edhe që normalisht është në favorin tuaj. Deri më atëherë le të themi se çfarëdo gjë ka të bëjë me punën, me familjen, me të kaluarën, me çështje që përkasin të kaluarës, që duhet të zgjidhen, duhet të arrihet një farë zgjidhje e kënaqshme, duket se ja dilni, financat shtohen në familje ose nga familja tek ju, ose sepse janë thjesht detyrime të së shkuarës që kthehen, ose sepse familja ju ndihmon të rimëkëmbeni në një farë mënyre ekonomiko-financiarisht. Por sido që të jetë, nuk ka për t'ju munguar mbështetja e familjes gjatë gjithë muajit. Kujdes do shumë data 12, aty dielli në shenjën tuaj përballet me Kironin, domethënë çfarëdo gjë shumë e drejtë për drejtë, ju prek drejt për së drejti. Dhe çfarë po them unë, e kisha jam te ujori, më falni. Këtu fjalët kujdes çfarë fjalësh do thuhen janë shumë të repta, janë shumë të vështira, janë shumë të dhimbshme. Kujdes se do komunikojnë në ambientin e punës, kujdes që fjalës do thonin do ndikojnë dhe tek ju dhe tek shëndeti juaj. Kujdes me mjetin tuaj se do lëvizni, sepse mos t'i shkaktoni dëm e vetes, ju lutem shumë, sepse duhet thënë edhe kjo gjë. Dhe në përgjithësi, pavarësisht trysnisë që dita ka me llafe, me përballje, me gjëra të tilla, dhe që ju detyron ta shikoni më në fund të vërtetën për atë çka se sa dëm i bëni vetes apo sa dëm i shkaktoni të tjerëve me anë të sjelljes tuaj, sido që të jetë në fund pasha arrihet edhe realizohet, dhe kjo gjë normalisht duhet thënë edhe duhet përmendur. Kështu që kujdes, domethënë, dhe për sa i përket kësaj pjese. Nga ana tjetër, gjithashtu thash, fundi i muajit është ai i cili ju shpërblen pastaj për gjëra të rëndësishme të mëdha. Dhe vazhdoj me shenjën e peshqve, se s'na doli koha më përpara, nuk na doli hapësira. Atëherë për vetë shenjës së peshqve, ky është një muaj i cili e para ju thellon shumë, do thosha, dhe përsa i përket marrëdhënieve tuaja, dhe përsa i përket natyrës së personave që doni të jenë në jetën tuaj prej këtej në vazhdim, dhe përsa i përket aspektit emotiv, pra dashurisë, dhe përsa i përket çështjeve të prindërimit që luajnë një rol shumë të rëndësishëm edhe për ju, dhe nëse ky prindërimi është objektivi juaj, ajo çka doni të arrini, duket se brenda muajit janar ja dilni pjesa më e madhe prej jush të bëheni prindër. Nuk ka rëndësi mënyra se si, por duket se e gjeni një farë zgjidhje. Dhe o ja dilni në janar, ose të paktën janari shtron rrugën për të realizuar diçka e tillë. Këtu ta shikoni që në datën 3, domethënë që nesër. Kjo sigurisht që ka filluar, është në veprime sipër, që ditë më përpara, por që duket se ka për të qenë një prej tematikave shumë të rëndësishme për ju. Pra, se si do të zgjidhni një çështje të tillë. Gjithashtu, si do zgjidhet çështja e një sipërmarrjeje, të bëni pjesë, të filloni biznesin tuaj, sipërmarrjen tuaj, aktivitetin tuaj, juve që jeni artist apo përgatisni vërtet diçka të rëndësishme dhe shumë të bukur, por pasi keni marrë mësime të vëra dhe ju. Do thënë,
se çfarë duhet evitoni, çfarë gabim mos të bëni që keni bërë më përpara. Pra pasi e mbyllni një cikël të caktuar, duket se tani jepet mundësia përmes eksperiencave që keni fituar të realizoni vërtet diçka të bukur dhe një ëndër, pse jo, të mund ta shihni më në fund të bërë realitet. Tani, sigurisht që përsa i përket thash objektivave tuaja, çdo gjë është e mundur, por këtu realizohet çdo gjë fal ndihmës që ju ofrohet ose që e gjeni atje ku ndoshta mbase dhe nuk e prisnit, se do të mund të ekzistonte. Përsa i përket punës, karrierës, persona me potencial shumë të madh ju ndihmojnë, por edhe ju mund ta ndihmoni veten tuaj në qoftë se përdorni siç duhet rrjetet sociale, teknologjinë dhe çfarëdo gjë ka të bëjë me teknologjinë në vija të përgjithshme. Deri në datën 10 duket se keni mundësi për të arritur, sikurse po ju them, objektivat tuaja edhe ju, dhe për të zgjeruar horizontet tuaja dhe për të parë se çfarë bëhet me çështje ligjore, gjyqësore, administrative, për të arritur atje ku normalisht kërkoni të arrini. Dhe përsa i përket dashurisë, tash të gjitha këto gjëra me radhë janë ato të cilat ju ndihmojnë të arrini objektivat tuaja dhe pse jo të bëni dhe diferencën brenda këtij muaji. Kujdes vetëm do data 12 me çështje të cilat prekin financat, aty nuk e di se si do të prekeni ose se çfarë pse do të ndjeni të fyer përsa i përket financave, apo nëse do të kuptoni se dikush do t'ju shfrytëzojë dhe ju shikon më tepër si bankomat se sa si personi e jetës, për shembull, të zemrës, se kam fjalën për ju që afër jush janë persona të cilët ju kanë parë gjithmonë si një bankomat i cili lëviz. Edhe normalisht mund të marrin çfarë të duan, si të duan, kur të duan, ose mund të zhgënjeni këtu nga miq që mendojnë të pak se i kishit miq, por që me sjelljen e tyre do ju tregojnë se jo, nuk kanë qenë as pak të tillë, madje më tepër armiq se sa miq. Sido që jetë pavarësisht trysnisë që sjell kjo data 12, pavarësisht gjërave të vërteta që sjell në sipërfaqe, le të themi ju ndihmon të kuptoni të vërtetën, ju ndihmon që të mbështeteni në këmbët tuaja dhe të kuptoni se fundja më shumë në këmbët tuaja duhet të mbështeteni. Por nuk ta keni të lehtë, sepse të vërtetat janë të dhimbshme, janë të forta, janë, nuk e di, do ju godasin fort. Megjithatë, do të dini se s'të mbjetoni dhe fal pikërisht këtyre situatave do të dini se të mbjetoni, të bëni më të fortë dhe të arrini më në fund suksesin. Dhe gjatë gjithë muajit thash mundoni të shëroni veten, të bëni paqe me veten, të mbyllni ciklet së kaluarës, të gjeni zgjidhje përsa i përket çështjeve shëndetësore, por edhe të keni fitime shumë të mëdha, edhe pse fal faktorit fat apo spontanitetit apo përdorimit të teknologjisë, ama po flasim për shumë të mëdha parash. Pra për të gjithë juve që punoni për kompani të mëdha, për jeni sipërmarrës të mëdhenj, jeni pjesë e farmaceutikës apo nuk e di, e tregut të padukshëm, atëherë si të thuash, fitimet janë shumë të mëdha dhe janë të gjitha këto në favorin tuaj dhe duhet i shfrytëzoni me se s'bën. Okej, kalojmë tani në diediçin e tretë të shenjave, që ç'është e vërteta deri nga data 5, do thosha 5-6, vjet një farë trysnie psikologjike, domethënë vjet një farë, nuk e di, atmosferë rënduar, lajmet që merri nuk janë, nuk e di, janë çuditërisht të cunguara, nuk janë ato që prisni, ato që dëshironit psikologjikisht, sikur se thash, dhe fizikisht ndjeni të lodhur, por që s'ka gjë, gjërat do kalojnë, janë kalimtare. Data 9 është një datë shumë e bukur, do thosha, përsa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me arritjen e objektivave tuaja dhe përsa i përket karrierës dhe përsa i përket çfarëdo gjë që kërkoni të arrini, nëse do jeni mjaftueshëm të disiplinuar, atëherë çdo gjë duket se shkon mirë dhe arrihet kënaqshëm, por që çdo gjë do metrin e vet, kështu që për çfarëdo gjë ka të bëjë me arritje objektiva, që ka të bëjë me punën, që lidhet me ekonomi dhe me financa, ose me jetën tuaj personale, që të arrini në një çfarëdo gjë kërkoni të arrini në aspektin personal, të realizoni, të finalizoni, duket se çdo gjë është e mundur. Sigurisht që ky është një muaj shumë i rëndësishëm për shenjën e britsjapit, për shenjën e gafores, duke qenë se gjithë loja bëhet në shenjën tuaj, të paktën deri afër datës 23. Kështu që mundon ta shfrytëzoni çdo gjë ashtu siç duhet. Pra, deri në datën 5 do kujdes, sepse vjet re një farë trysnie e madhe emotive, psikologjike me radhë, po këtu më tepër të ndikuar do të jeni juve shenja e peshqve, vigjureshës dhe binjakëve dhe shigjetarit,
me atë rëndesën psikologjike, me lajme jo të mira, me punë që nuk ju ecin siç doni ju, dhe në përgjithësi do kujdes, do kaloj, domethënë, dhe mund të ndjeni të pafuqishëm ose të keni probleme të përkohshme me shëndetin tuaj, ndonjë grip, ndonjë gjëra të tilla, domethënë, kujdes përsa i përket këtyre gjërave. Pastaj data 9 thash është një datë që favorizon shumë. Çfarë do lloj objektivi dhe qëllimi kërkojmë të arrijmë, sidomos juve bricjapët edhe ju të shenjës së bricjapit dhe të gafores, e rëndësishme pra për shenjat e tokës dhe për shenjat e ujit, por edhe për dashin edhe për shigjetarin. Shumë kujdes do data 12, lënë njëta gjë që thash edhe për 10 ditën e dytë të shenjave që anonin nga 10 ditë i fundit, nga datat e fundit të 10 ditësit të dytë, lënë njëta gjë për juve që keni lidhur në fillimet fare të 10 ditësit të tretë tani, domethënë aty afër datave 11 deri afërsisht 14, përkatësisht të shenjave tuaja, sepse sjell trusnim të madhe psikologjike, ka tendenca për përplasje të madhe elektrike dhe fizike, sjell trauma që rishfaqen dhe duhet të zgjidhen, sido që të jetë, kështu që do kujdes data 12, pastaj pjesa tjetër nga data 15 deri datën të paktën 17 duket se përsëri ëndrat bëhen realitet, mundësitë për të arritur objektivat tuaja i keni në maksimum. Favorizojnë si shenjat e ujit dhe shenjat e tokës këtu. Data 18 është data e hënës së re, një hënë e re e cila pavarësisht përballjeve që ka me Jupiterin me faktorin fat, ajo çka tregon realisht është se nuk ke pse pret nga fati që të mund të realizohesh në këtë jetë. Mjafton të jesh i disiplinuar, të kesh besim në vetvete, të jesh mjaftueshëm ose të kesh kërkesat mjaftueshëm të larta tek vetja jote, atëherë çdo gjë është e mundur dhe me të vërtetë këtu fillojnë dhe marrin jetë nisma shumë të rëndësishme, të cilat do të përkthehen në sukses të madh, me thënë të drejtën. Data 19 është po ashtu një datë shumë e favorshme përsa i përket arritjes objektivave të caktuara, shumë e rëndësishme përsa i përket artit, përsa i përket emotivitetit, përsa i përket intuitës, përsa i përket fantazisë edhe gjërave të tilla, dhe normalisht arrin të mbyllet muaj me arritje të bukura të kënaqshme. Do me thënë juve të 10 ditësit të tretë, kujdes do bëni vetëm deri aty nga data 5-6, pastaj data 9 ju ndihmon jashtëmase shumë për të arritur objektiva të kënaqshme në punë, dashuri ku do të dëshironi ju. Kujdes do data 12 deri në datën 14, 15 me 17 përsëri ëndrat mund të bëhen realitet, pavarësisht faktit se nuk puntojmë tek faktori fat, por mbështetemi tek forcat tona, dhe pastaj muaji ecën dhe mbyllet bukur, domethënë nuk ka vështirësi për ju. Kështu që përsa i përket shenjës së dashit, sikurse po ju them, kujdes me çfarëdo gjë ka të bëjë me shëndetin tuaj, që duket se turistënohet shumë përsa i përket detyrimeve që keni pune, por edhe me sa duket pritshmëri që kishit në lidhje me punën tuaj, me objektiva që doni të arrini, që shtrihesh deri ku jashtë shtetit, me çështje ligjore të prapambetura, duket se nuk ju janë tamam në favorin tuaj dhe lajmet që merrni nuk ju kënaqin shumë. Megjithatë, le të themi, vjen ajo data 9 e cila ndihmon që në karrierën tuaj të paktën për çështje karriere dhe pune të arrin të karriere, pune po dhe familje të gjeni një farë ekuilibri, të dini të ekuilibroni mirë gjërat. Duket se çfarëdo lloj problematike mund të keni pas në çift apo në punë me eprorin tuaj ose me bashkëshortin tuaj në shtëpi, duket se zgjidhet në një mënyrë të kënaqshme dhe në përgjithësi arrini që të shtyni përpara imazhin tuaj dhe të bindni individ të cilët doni të keni aleat apo të ndihmojnë për të arritur atje ku doni ju, që të punojnë apo të mbështesin kauzën tuaj, nëse doni ta themi dhe kështu. Përsa i përket datës 12 e tham, do kujdes maksimal, këtu kujtohen gjërat që nuk doni të kujtoni, ktheni edhe një herë në situata që nuk doni të ktheheni. Megjithatë, nëse gjitha këto janë të nevojshme që ju të arrini të bëni paqe një herë për gjithmonë me veten tuaj, atëherë kështu dhe ka për të qenë. Domethënë është ere fundi që lëndoheni prej diçkaje apo që influencoheni prej diçkaje, nuk besoj se kjo do të ketë më fuqi tek ju, të paktën deri në datën 14 do keni mundësi të punoni me veten, të gjeni zgjidhje përsa i përket situatave që do të krijohen. Megjithatë, kujdes këtu, do të më bëni shumë me çfarëdo gjë ka të bëjë me objektivat dhe qëllimet tuaja dhe çfarëdo gjëje ju ndikon në status, në emër, në imazh. Nuk do të toleroni, jam e sigurt që asnjë gjë e tillë t'ju prishi imazhin tuaj apo statusin tuaj. Përsa i përket pastaj datave 15, 17, 18 e tutje,
atëherë me të vërtet që në karrierë mund të bëni diferencën, përsa i përket investimeve që mund t'i bëni në tregun jo të dukshëm të padukshëm, fitimet janë shumë të mëdha dhe sido që të jetë dhe bëni paqe me veten dhe gjeni zgjidhje përsa i përket shëndetit dhe arrini ekonomiko-financiarisht të rimëkëmbeni, por edhe përsa i përket financave mund të keni fitime shumë të mëdha përsa i përket atyre gjërave që ju thash. Pra tregu i padukshëm, e dini shumë se çfarë do thotë tregu i padukshëm. Kështu pra do me thënë mbyllet muaj për juve të shenjës së dashit me shumë gjëra të bukura, me thënë të drejtën, edhe me paqe më në fund. Përsa i përket shenjës së demit pastaj, juve deri nga data 5 e shikoj që zbuloni gjithë ato gjëra që do të zbulohen njerë, do bëni shumë kujdes me se si paraqiteni në publik, si përdorni ato rrjetet sociale, kujdes mos bëni gabime sepse do të dënoheni për gabimet që do të bëni në syrin publik, kujdes tradhti, kujdes impenjime të tilla, ama duhet thënë edhe se, pra, do të thënë për ju të gjithë që operoni në rrjetet sociale, mund të keni komente që nuk ju pëlqejnë, ose mund të përdoren komentet tuaja për për të bërë meme, ose për të dalë keq në syrin publik, sikurse po ju them, mundoni të ruani profil të ulët, mos i çoni më tej dhe mos krijoni armiqësi, sidomos brenda rrjeteve sociale nuk ju leverdis. Përsa i përket pastaj datës 9, data 9 është një datë e cila favorizon shumë çfarë do gjë ka të bëjë me çështje ligjore, gjyqësore, lajme që i merrni për çështje të tilla që dalin në favorim tuaj, bashkëpunime që mund të lindni me jashtë shtetit, udhëtime që mund të bëni jashtë, çështje studimore që ecin shumë mirë, botkuptimi juaj që ndryshon dhe dashuria që mund të lindi papritur me një person me diferencë moshe ose që ndodhet diku jashtë. Përsa i përket pastaj pjesës tjetër të muajit, data 12 për shembull është datë që sikurse po them për të gjithë do kujdes, ashtu edhe për ju nuk përbën domethënë diferencë. Këtu është 50 me 50, aty ku duket se ka humbje, ka edhe fitim. Mjafton që ju mos rlini situatat së kaluarës të vinë dhe t'ju lëndojnë edhe një herë apo tregojnë se jeni pamjaftueshëm për të arritur objektiva në karrierën tuaj apo në dashuri, apo në lidhje me fëmijët, apo në lidhje me prindërimin, me çfarëdo lloji vjen dhe ju godet atje ku ju lëndon më tepër. Mos lejoni që këto t'ju vën poshtë. Duhet të kuptoni se pavarësisht se sa fati ju do apo nuk ju do, fatin e krijoni juve vetë, dhe do shikoni që pastaj pak më brenda muajit, sa më shumë të futemi në thellësi të muajit, aq më tepër ëndrat bëhen realitet, atje ku ju thanë ju nuk ja dilni dot, pikërisht atje ju do të jeni ata të cilët do ju përplasni suratit atyre individëve që tani nuk besojnë tek ju, atë çka ju vërtet mund të arrini, edhe nëse është totalisht e pamundur. Pra fati e quan të pamundur këtë gjë të realizohet. Pra muaj sjell realizime shumë të bukura, edhe për ju dhe përsa i përket karrierës, financimeve dhe objektivave që kërkoni të arrini. Sigurisht, kështu që mos u dorëzoni, mos e vini poshtë, por luftoni për ëndrat tuaja sa to bëhen realitet. Dhe mund të shkoni dhe diku të jetoni jashtë shtetit, është e mundur kjo gjë. Përsa i përket tani shenjës binjakëve, atëre po shumë trusni, domethënë, përsa i përket deri datës 5 të muajit, trusni dhe përsa i përket marrëdhënieve në çift, po dhe përsa i përket, pra çfarëdo gjë ka të bëjë me marrëdhëniet në çift njerëz, qoftë martesa juaj, bashkëtesa juaj, apo i fejuari juaj, apo çfarëdo gjë qoftë, shumë trusni dhe përsa i përket bashkëpunimeve dhe në total duket sikur mund të ketë një farë përplasje në marrëdhëniet tuaja me prindin, me prorin ose me shtetin. Kështu që shumë kujdes, lutem shumë, deri në datën 5 me çështje të tilla. Pastaj data 9 është një datë e cila ndihmon shumë financat. E para njerë ju bën të kuptoni se ku gabuat, ku i vetëm gabuat, po ku nuk besuat as tek vetja juaj dhe tani të mund të korrigjoheni, të jepni forca vetes. Jeni ju të parët ata të cilët do kuptoni se një burim të ardhurash nuk mjafton, po duhet të gjendet edhe një burim tjetër që të ekuilibroj atë që është baza juaj dhe ja dilni ta keni këtë gjë. Kështu që data 9 është shumë e rëndësishme përsa i përket financave, qofshin ato që vinë nga puna juaj fikse apo ato të cilat do të vinë nga burime të tjera që do i shfrytëzoni, siç është një banesë, siç është një pronë që e keni, siç janë çështje pensione, siç janë çështje financimesh, çështje të tilla. Kështu që shumë të rëndësishme këto, mund të doni juve të angazhoni me biznes ose me sipërmarrje, por që vjen kjo pikë së pari si realizimi diçka që duhet të ndryshoj në jetën tuaj dhe duke bërë këtë ndryshim të rëndësishëm, atëherë çdo gjë duket se ecën mirë. Edhe ju jeni ndër ato shenja që pavarësisht vështirësive të 2026-s,
vështirësive ekonomiko-financiare në plan global, duket se do arrini t'ja dilni pikërisht fal mendje prehtësisë tuaj dhe fleksibilitetit mendor që do të keni dhe intelektual për të arritur domethënë dhe për të zgjidhur ngërçin ekonomiko-financiar në jetën tuaj. Pastaj data 12 do t'jesh kujdes me çështje që kanë të bëjnë me tradhti që dalin në sipërfaqe, me humbje të besimit që kanë ndaj individëve të caktuar, me persona të cilët ndryshe i menduan dhe ndryshe ju dalin, miq që i quajtët armiq, por në fakt ishin e kundërta, ata që i quajtët armiq mund të ishin miq tuaj të vërtet dhe ju nuk e dinit. Sido që të jetë, le të themi kjo data 12 është çik e vështirë përsa i përket të vërtetave që nxjerr në pa, por është edhe e shëruese deri diku përsa i përket paqes që sjell në vete. Tani përsa i përket pjesës tjetër të muajit, data 15 deri në fund të tij, keni shumë mundësi të mira të zhvilloheni, sikurse thash. Pikë së pari ekonomiko-financiarisht, të zgjidhni çështje që kanë të bëjnë me të kaluarën, por që ajo pëlqen më tepër mua në lidhje me ju, përsa i përket muajit, është fakti që ja dilni më në fund të sistemoheni të zgjidhni pak në çështje me natyrë ekonomiko-financiare dhe të qartësoni mirë objektivat tuaja përsa i përket marrëdhënieve tuaja me të tjerët, qoftë në plan personal ose atë profesional. Kështu që muaj ju ndihmon pikërisht për të arritur këtë gjë. Dhe hëna e re në datën 18 edhe në vazhdim pastaj të muajit, duket se ju ndihmon të arrini pikërisht këtë gjë, sidomos juve të thash, domethënë juve që keni lindur aty në fillimet e 10 ditësit të tretë, me thënë të drejtën. Atëherë, përsa i përket shenjës së gafores, vetë shenjës së gafores, çfarë të them tani për shenjën së gafores, çfarëdo gjë ka të bëjë me punën, me bashkëpunimet, me ndryshimet që vinë brenda ambientit të punës, me një çështje ligjore gjyqësore që ju shoqëron në lidhje me punën tuaj, që se shkruar në pa kënaqësi, keni edhe dikë në gjyq, keni pa ditura, nuk e diçka e tillë, duket se nuk sjell rezultatet e duhura deri nga data 5, por gjërat fillojnë të lëvizin shumë më mirë nga data 9 deri në datën e tutje pastaj, përjashtot thjesht datën 12. Kështu që le të themi se aty data 9-10 ju japin mundësinë pavarësisht faktit se fati mund të mos duket 100% në anën tuaj, ose pavarësisht ju mund të abuzoni pak me atë fatin tuaj, që të arrini objektiva shumë të mira përsa i përket dhe karrierës, po dhe përsa i përket bashkëpunimeve tuaja të rëndësishme, po dhe përsa i përket statusit tuaj, thash, thjesht mundoni të mos e bëni këtë gjë me egzagjerim, mos e puntoni çdo gjë te faktori fat, mos egzagjeroni edhe ju, mbani një profil të ulët dhe çdo gjë duket se ju favorizonat. Data 9 edhe 10 duket se pavarësisht, sikurse thash, faktorit fat, apo se si ju e menaxhoni këtë gjë, duket se ju ndihmon të arrini edhe ju ato objektiva që kërkoni të arrini. Vetëm lutem shumë mos jeni shumë të egzagjeruar në ato çka kërkoni të arrini. Përsa i përket pastaj datës 12, është një datë që sikurse thash, për të gjithë do kujdes, vjen me trysni të mëdha, vjen me trysni dhe përsa i përket imazhit, dhe përsa i përket qëllimeve tuaja, dhe përsa i përket karrierës tuaj, dhe përsa i përket, shikoj, ju mund të jeni për shumë, mund të vini nga një nuk e di, nga një marrëdhënie prindërore shumë trysnuese, ose nga një martesë përsëris shumë trysnuese. Dhe ky është pikërisht momenti që ju nuk thoni jo. Unë nuk dua më, por ajo jo më nuk vjen kështu qetë dhe but, po vjen me një ulërim të madhe që duhet ta dëgjojnë të gjithë. Dhe pavarësisht po ju them se fati nuk besoj se do jetë tamam në anën tuaj, se kur jemi në situata të tilla duhet se cili të çaj vet, atëherë u them se nëse vërtet jeni të përqendruar në çlirimin tuaj, atëherë çdo gjë është edhe e mundur. Por që do më bëni dhe kujdes me financa deri diku këtu, në këtë datë, dhe të mbroni interesat tuaja me çdo kusht edhe nuk e di, me çdo lloj kushti domethënë. Pastaj nga data 15 e tutje, gjërat ecin për shumë më mirë, mundësi keni shumë të mira realizimi dhe përsa i përket një bashkëjetese, dhe përsa i përket marrëdhënieve tuaja në çift, dhe përsa i përket një shpërngulje nëse doni jashtë shtetit, apo përhapjes tuaj diku jashtë shtetit, çështjeve ligjore gjyqësore që marrin drejtim të kënaqshëm, por edhe dashurisë që me sa duket ka diferencë moshe, mund të ndodhet të jashtë shtetit, por çdo që të jetë në total do thosha që të paktën keni mundësi të realizoni ëndrat tuaja për pjesën tjetër të muajit që
pason dhe mi shumë të rëndësishëm vinë papritur në jetën tuaj, shfaqen papritur në jetën tuaj për t'ju ndihmuar të arrini pikërisht objektiva atje ku realisht juve vetë nuk do mundeni dot. Dhe bëuni gati sepse pjesa më e madhe prej jush do të bëni pjesë e grupeve shoqërore, kulturore, artistike, politike, shumë të rëndësishme që kanë për të luajtur një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin tuaj profesional, intelektual prej këtej e në vazhdim. Përsa i përket shenjës së luanit tani, juve të shenjës së luanit më tepër përballeni me çështje që lidhje kanë me dashurin, do thosha, dhe me çfarëdo gjëje lidhet me tradhtin, gënjeshtrën, mashtrimin, manipulimin, forcën e pushtetit. Do të thënë këtu do kuptoni deri nga data 5 se diçka nuk po shkon mirë me një marrëdhënien tuaj, ose në marrëdhënien tuaj prindër fëmijë, sidomos se fëmijët tuaj janë adoleshent, mund t'ju akuzojnë se jeni abuzues me ta. Tani, këta fëmijë çfarë nuk pret nga këta, po që nejse, varet nga momenti, jo? Varet nga kushtet, mund të akuzojmë këdo për çdo gjë. Por që sido që të jetë, do me thënë këtu vjet re se për një objektivin tuaj, një punën tuaj krijuese, një përpjekje tuaj për shembull për të fituar diçka, dhe për të zhvilluar ndoshta edhe në mënyrë ekonomike dhe në aspektin ekonomiko-financiar nuk vjen ashtu sikurse e priste apo e dëshironit ju. Dhe zhgënjeni, dashuri zhgënjeni paksa. Po sado që të jetë kemi një datë 9, kemi një datë 10, këto dy data të cilat me sa duket ju ndihmojnë që të gjeni zgjidhje, sidomos për sa i përket shëndetit, financave, bashkëpunimeve, punës, ku do të bëhet ndryshimi, nëse ndjeni shumë të trysnuar nga puna që bëni, o ta lini, o të gjeni një mënyrë se të përshtateni, nuk e di, por që këtu do diçka. Duhet gjetur një rrugë e mesme, me thënë të drejtën, fitime dhe përfitime ekonomiko-financiare keni dhe nga puna juaj, po keni edhe nga burime të tjera të padeklaruara, do thosha, ose nga tregu i padukshëm i financimeve dhe i investimeve. Përsa i përket datës 12, do thjesht kujdes sepse ju aprish shikat të Terezin, përsa i përket jetës, dëshirave, artjes objektivave, ju kthe në vese të vjetra, motive të vjetra, vështirësi të vjetra. Tani këtu nëse po tradhtoni do zbuloheni dhe do vuani dhe pasojat, nëse po abuzoni me vendin e punës, vlen po e njëjta gjë, ose në qoftë se ka të tjerë që po abuzojnë me ju, atëherë ngrini kokën ju edhe kërkoni të drejtën tuaj, por do jetë jo në mënyrë shumë paqësore. Pastaj nga data 15 edhe tutje, çdo gjë është e mundur, do të favorizoheni në shumë fusha dhe aspekte, do thosha, të jetës tuaj. Këtu çdo gjë është e mundur dhe çdo gjë është e arritshme, edhe për sa i përket punës dhe për sa i përket financave, por në burime që i zhvilloni ju dhe i krijoni ju, dhe për sa i përket dashurisë, do thosha, dhe për sa i përket arritjes së një imazhi, statusi që mezi po e prisi pra në karrierë të zhvilloni, të arrini atje ku normalisht dëshironi dhe keni pasur, sa thuash, e keni pasur shumë të nevojshme dhe të rëndësishme për të zhvilluar. Pra çdo gjë mund të arrihet në plan dhe vazhdojmë tani me shenjën e Virgjëreshës, që vlen e njëjta gjë edhe për ju, duke qenë se ndikimet të tilla janë. Dhe në datën 5 për shembull edhe ju, nuk kam çfarë t'ju them, nuk besoj se jeni shumë të kënaqur me marrëdhëniet tuaja familjare apo bashkëtesën që keni, secili prej jush ka diçka që nuk shkon ashtu sikurse duhet, do thosha. Kemi përplasje, kemi mosmarrveshje, dalin ato gabimet e para ose janë sfida që në qoftë se përballesh me to ashtu siç duhet, pavarësisht faktit se çfarë nuk të pëlqen në një bashkëtesë, në një bashkëpunim, në një rivalitet që mund ta kesh me dikë, atëherë duket se duke pranuar pikë së pari këtë gjë, mund të gjesh edhe zgjidhjen, ose bësh më i fortë ose thjesht e mbyll, sepse thjesht nuk e përballon dot më. Por që dua të them se këtu e kemi një problem të tillë në fusha të tilla të jetës tuaj. Pastaj data 9 dhe 10 janë data të cilat ju japin mundësinë që të realizoni vërtet një ndër të madhe tuajën. Kjo në lidhje me prindërimin, juve që kërkoni të bëni prindër, dhe kjo ndoshta edhe përmes jo me se s'bën në mënyrën tradicionale, por duke kërkuar dhe ndihmën e shkencës, pse jo, janë data shumë të rëndësishme për sa i përket promovimit të ideve tuaja, shitjes së imazhit tuaj, por duke bërë këtë gjë, gjithmonë duke bërë këtë gjë me shumë kujdes që të mos vini në rrezik fundja detaje të vetes tuaj. Pra, të shesim, por
me mendje në kokë është ideja. Pra duke ruajtur privatësinë tonë dhe sigurisht atë çka është e shenjtë për secilin prej nesh, por sido që të jetë ëndrat mund të bëhen realitet, shumë prej jush mund të keni dëshirën për të nisur një sipërmarrje, një biznes, ama mos harroni që sido që të jetë gjatë gjithë muajit, Saturni ndodhet në shenjën e peshqve akoma trysnon dhe përsa i përket marrëdhënieve në çifte dhe përsa i përket objektivave tuaj që lidhje kanë me financat, edhe përsa i përket karrierës, do të thënë gjitha këto duhen pasur kujdes sido që të jetë, pavarësisht se gjithë lëvizja planetare në shenjën e Pritsjapit u ndihmon që në objektiva që kanë të bëjnë me prindërimin, me jetën, me aspektin artistik të jetës tuaj, veç jeni artista, jeni sipërmarrës, jeni biznesmen, ju pëlqen të luani, se jo, të fitoni përmes lojës. Loja është bixhozi, normalisht, po bixhozi ka shumë forma dhe mënyra të ndryshme dhe nuk është gjithmonë i dënueshëm, apo nuk tingëllon gjithmonë kaq keq, siç e them unë tani, sepse ka shumë mënyra se si fitimet mund të duken kaq sharake, domethënë si fitohet, saqë ne e kthejmë dhe themi, mos e kshu e bëjmë të gjithë. Po jo, do aftësinë e vet edhe kjo gjë. Dhe sido që të jetë vetë shenjës së Dirgjëreshës, duket se deri diku do e keni këtë lloj mundësie brenda këtij muaji, edhe pse në pjesë më të madhe ti do kuptoni se faktori fat sigurisht ju ndihmon, por edhe ju tregon keme se s'bën nevojë për fat apo duhet të mbështetesh në aftësitë tua. Dhe në pjesë më të madhe të kohës fati nuk do jetë kaq shumë në favorin tuaj, por ju fatin do e krijoni vetë. Kjo është më e bukur, domethënë. Këtë do kuptoni dhe kjo është më e rëndësishme që kuptoni brenda këtij muaji që ndonjëherë fal insistimit, impenjimit, ja del shumë më mirë vet. Tani përsa i përket datës 12, këtu duhet çik kujdes, me thënë të drejtën, kjo ditë është një ditë e cila ka vështirësitë e veta dhe përsa i përket bashkëpunimeve dhe përsa i përket objektivave dhe nuk i kuptojmë gjërat ashtu siç duhet, edhe mund të na lëndojnë dhe të na lëndojnë duke na cënuar intelektin. Me thënë duke na bërë të mendojmë se nuk marrim vesh, nuk kuptojmë. Dhe juve vazhdojeni, nëse doni mendimin tim, vazhdojeni këtë lloj, po nëse ka individ të cilët ju prekin pikërisht në këtë lloj aspekti, fushë, çfarëdo gjë qoftë e tillë, atëherë thoni dhe arsimi sigurisht. Do të thënë mund t'ju prekin në dy tema shumë të rëndësishme, të tipit iko se ti se ke formimin e mjaftueshëm, ose ikse ti nuk e ke intelektin e dur, ose ikse s'ke bërë shkollë fare, a nuk e di se çfarë, ti nuk e di se për çfarë flet, thoni po. Ashtu si thoni ju dhe mbytini me argumenta, sepse ju e dini që e keni potencialin, ndaj dhe mos u trysnoni nga budallëqet që njerëzit tonë. Okej, do të thënë besoni tek vetja juaj, mbështesni potencialin tuaj dhe bëni diferencën, pse jo. Por që kujdes sido që të jetë dhe më vjen keq që pjesë më të madhe të kësaj gjë do ta përjetoni nga një person që mendoni se mund të kishit një të ardhme bashkë. Tani, ose nga fëmijët tuaj, nuk e di, por që sido që të jetë, keni mundësi t'i bini dhe t'u tregoni se si është e vërtet. Tani, përsa i përket vazhdimësisë së muajit, nga data 15 deri në fund të tij, çdo gjë është e mundur, sikurse po ju them, sigurisht që keni mundësitë tuaja për të bërë diferencën, për të arritur objektiva ashtu sikurse ju i dëshironi, sidomos përsa i përket bashkëpunimeve të rëndësishme që po prisni të keni, përsa i përket një dashurie që doni ta kaloni në një bashkëjetesë, përsa i përket, pse jo, edhe një sipërmarrje që do të nisni tani, ose një biznesi që nuk po ju them mos e bëni, mendoni mirë, përdorni mirë ato burime që keni dhe çdo gjë është e mundur, domethënë. Përsa i përket financave pastaj trysnoheni brenda këtij muaji, pavarësisht se aty ku është trysnia është edhe zgjidhja, por që përsa i përket financave them se do ecni 50-50, përsa i përket këtij muaji. Hëna e re në datën 18 ju jep mundësinë, sido që të jetë, që të nisi një dashuri e re, që të arrini të çoni deri në fund një objektivin tuaj dhe me prindërimin dhe me fëmijët dhe me ndryshimin që do të nisni në jetën tuaj dhe të nisni një dashuri të re, por edhe të ktheni një ëndër në realitet dhe kjo dhe përsa i përket një bashkëpunimi të rëndësishëm që keni shumë kohë që po mundoheni ta bëni realitet. Dhe pavarësisht se në mundësi e sipër të krijimit të ardhmes tuaj ose arritjes së këtyre objektivave dhe mund të bëhen një objekt bisedash, tashethemesh apo të hyni në gojet e liga, thjesht mbani qëndrim, vazhdoni rrugën tuaj, le të
lejnë qend, ju qeni karvani, ecni përpara. Përsa i përket shenjës së peshores pastaj, ky është një muaj i cili totalisht ju jep mundësinë që për çështje familjare, karriere të bëri të pamundurën. Data 9 dhe 10 ju ndihmon pikërisht për të arritur këto lloj objektivash, pavarësisht se mund të duket në fillim sikur fati nuk ju do, apo nuk është në favorin tuaj, besomeni, kudo që keni përballë një pengesë, ajo tregon se ose jeni shumë afër një realizimi shumë të madh, ose mos u dorëzoni tani, sepse pikërisht ky është momenti i cili do të shënoj edhe suksesin apo humbjen tuaj. Kështu që mos u dorëzoni para asnjë gjëje data 9 dhe 10, çdo gjë është e mundur për sa i përket pikës së pari çështjeve që kanë të bëjnë me familjen, banesën dhe karrierën gjithashtu. Pra çdo gjë është e mundur, çdo gjë mund të realizohet. Data 12 do kujdes deri në datën afërsisht 15 për faktin se këtu marrëdhëniet tuaja nuk e di çfarë bëhet këtu, po këtu sido që të jetë në lidhje me çështje karriere një pikë së pari, statusi, imazhi, martese, çështje pushteti, domethënë këtu duket se fiton ai i cili është më i forti. Ju do të keni vërtet përplasje të mëdha lektike edhe në ambientin e punës, por edhe në aspektin personal, mundohuni të ruani qetësimin lutem shumë. Ju dini të vendosni drejtësi, po dini të vendosni drejtësi me qetësi dhe diplomaci. Kështu që ju e dini që fjalët vrasin më shumë se çdo gjë tjetër, po heshtja vret edhe më shumë. Kështu që përdorini ato thësi që keni për të dalë nga situata. Pastaj nga data 15 edhe në vazhdim, përsëri po ju them çfarëdo logjie ka të bëjë me çështje familjare, çështje banese, çështje që kanë të bëjnë me të kaluarën, çështje që zgjidhen në lidhje me të kaluarën tuaj, me karrierën tuaj, me martesën tuaj, me prindrit dhe persona të moshuar, duket se zgjidhen pikërisht këtu dhe po shumë do të jeni dhe ju ata të cilët do vendosni se kanë momenti që pse jo ose të bashkëtoni ose të martoheni, pra të lidhni, të kurorëzoni atë marrëdhënien tuaj në çift. Përsa i përket juve të shenjës së akrepit, juve më tepër duket se përmes eksperiencave të reja këtë muaj, ndryshoni dhe filozofinë e jetës tuaj, por sido që jetë favorizoni shumë në çfarëdo gjë ka të bëjë me komunikimin, çfarëdo gjë ka të bëjë me transportin, çfarëdo gjë ka të bëjë me klientelën, juve që punoni me klientel, çfarëdo gjë ka të bëjë me jashtëtetit, çfarëdo gjë ka të bëjë me çështje studimore, ligjore, gjyqësore, që me sa duket zgjidhen këndshëm dhe në favorin tuaj janë brenda këtij muaj. Lindin bashkëpunime të reja këtë muaj dhe ka shumë gjasa që këto bashkëpunime të jenë me jashtë. Do të thënë vinë nga jashtë shtetit dhe zgjeroheni diku aty jashtë shtetit, me thënë të drejtën. Dashuria gjithashtu mund të vijë nga jashtë. Por, duke evituar vetëm pak atë datën 12 që duket se ju çan çik kokën me lajme që nuk ju pëlqejnë shumë në lidhje me mënyrën se si prindëroni apo se si bashkëtoni e gjëra të tilla, pjesa tjetër është shumë në favorin tuaj. Dhe vazhdoj me shenjën e Shigjetarit që edhe për ju deri në datën 5. Çfarë do themi tani? Sfida keni edhe ju, sepse pse tani do të thoni dhe mua, sepse kemi Merkurin në shenjën tuaj, i cili vetë dhe në takon. Është sfida aspekt me Neptunin në shenjën e Peshqve, që për ju me çfarë ka të bëjë, me çfarë ku jeni ju në lidhje me personat të familjes tuaj, në lidhje me veten tuaj, nëse doni kështu, sepse banesa e 4 përfaqëson ne vetë si që përmbajmë atë çka është esenca, shpirti domethënë. Kështu që dhe mund ta keni me veten tuaj çdo gjë. Të keni fajin vetes për çfarëdo gjë keni bërë gabim. Pse të tjerë ju shohin ashtu si ju shohin, pse gjeni veten në familjen tuaj, pse gjeni veten kudo, pse çfarë do bëhet me një shpërngulje, me një bashkëtesë, me gjëra të tilla. Do të deri atëherë duket se të trysnuar jeni dhe nuk ju ecën gjërat më sikur se dëshironi ju. Por sido që të jetë nga data 9 edhe 10 në lidhje me çështje që kanë të bëjnë me financat sidomos. Dhe thash, si për edicin e dytë, po pavarësisht edicin juve të shenjës së Shigjetarit do gjeni zgjidhje, do të keni mundësi për të mbjetuar për sa i përket financave në 2026, kjo fal faktit se përveç punës tuaj, pra nuk do të mjaftoni vetëm tek puna juaj, ajo që është fikse, por do gjeni dhe mënyra të tjera apo burime të tjera të ardhura se si të arrini të shtoni, do të thënë,
paran në xhepin tuaj dhe bravo, shumë mirë është kjo gjë. Por dhe përsa i përket dashurisë, duket se ndani mendjen dhe e ndani mendjen mirë të tipit çfarë dua, çfarë ka vërtet vlerë në jetën time. Dhe përsa i përket personave që deri më tani kanë toleruar të jenë aty dhe që pjesa më e madhe do largohen besomri, nëse nuk janë larguar ende, po dhe përsa i përket atyre që doni që të vinë, apo që doni të pozicionohen në jetën tuaj, apo qasjes që ju keni pas kundrejt individëve të tjerë, domethënë nëse ju keni gabuar me vlerësimet tuaja, nuk keni qenë mjaftueshëm besnik ose të tjerë nuk kanë qenë besnik kundrejt jush, atë ndryshon komplet mënyra juaj të menduarit dhe e vlerësimit të vetes tuaj në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Por edhe me paran blen po e njëjta gjë. Kështu që data 9 edhe 10 sillin mundësi shumë të mira përsa i përket investimeve që mund të mendoni të bëni prej këtej në vazhdim ose të burimeve të tjera që përdorni përveç tash punës tuaj fikse për të pasur fitime ekonomiko-financiare. Pastaj përsa i përket datës 12, aty bëjmë kujdes në lidhje me financat edhe këtu, pse mund të dalin shpenzime më shumë nga ç'duhet për çështje familjare, çështje shëndeti, por që të ndjeni pak pavarësisht se duhen për këto gjëra, pavarësisht se duhet futur dora në xhep, do të ndjeni viktima. Do të ndjeni se përsëri ju përdorin për një arsye të caktuar. Pra, nuk do e bëni këtë gjë me qejf, sepse nuk e keni bërë ndonjëherë ose e keni bërë shumë herë nga dashamirësia, por me sa duket ka individ që po përfitojnë nga këtë gjë ose kanë përfituar dhe do vazhdojnë të duan të përfitojnë dhe aty ju mund të veproni po njësoj siç keni vepruar, por do të jetë besoj aty era e fundit ose do thoni ai bom me kaq tani se kam dhe unë jetën time, kam dhe unë objektivat e mia, dua dhe unë të arri atje ku duhet dhe ju nuk po më lejoni. Kështu që kështu, por mund të dalin dhe çështje që kanë të bëjnë me punën, me bashkëpunime në ambientin e punës, janë të vjetra dhe duhet të zgjidhen tani duke u pozicionuar ju ashtu siç duhet. Dhe në qoftë se, në lidhje me punën tuaj, ju ndjeni se nuk po vlerësoheni apo nuk po merrni ato çka meritoni, atëherë edhe këtu keni për të ngritur zërin dhe nuk besoj se zëri juaj nuk dëgjohet kësaj here. Përsa i përket pastaj periudhës 15 deri në vazhdim, atëherë muaji paraqitet goxha i favorshëm për ju dhe për çfarëdo lloj gjëje ka të bëjë me financat, do thosha përsëri sepse për financat bëhet fjalë, data 15 në vazhdim, gjithë loja kryhet dhe zhvillohet tek pikërisht financat tuaja. Çdo gjë është e mundur këtu, sikur se thash, financat, puna, realizimi juaj, bashkëtesa, për të cilat ndani mendje çfarë doni të bëni, do bashkëtoni apo jo, do shpërnguleni me banesë, do blini një banesë. Pra keni mundësi ta ndani mendjen deri nga fundi i muajit. Data 18 është data e hënës re, përsëri sjell mundësi realizimish të bukura përsa i përket financave, pavarësisht se ju përball me familjen, pavarësisht se ju përball me veten tuaj, pavarësisht se ju kujton gabimet që keni bërë, sidoqë që të jetë është edhe mundësia që të ecni përpara dhe të keni më në fund atë realizimin tuaj. Këtu sidoqë të jetë faktori i befasisë është qëndron dhe për pjesën më të madhe të gjërave që doni të arrini, duket se ju do fati si gjithmonë dhe ju çon atje ku normalisht dëshironi edhe ju që të realizoheni. Kështu që deri në fund të muajit çfarë të themi, çështje financash më tepër duket se ju favorizojnë dhe dashuria ju më pak, domethënë, por që aty është çik toksike, do ndar mirë gjërat se si duhen bërë, domethënë, prej këtej në vazhdim. Tani përsa i përket shenjës së bricjapit, tani këtu dashuria full. Veprimtaria full. Çfarë të themi këtu? Vetëm mundoni të përdorni atë që ju karakterizon më tepër, disiplinën, rregullin, dhe çdo gjë është e mundur. Tani për jashtë disa momente brenda muajit, që nga data 1 për shembull deri datën 5 që është çik acarues muaji për ju, sepse ju kujton gjë që doni të kujtoni, sepse ju ju vin lajme që s'doni, domethënë të përballeni me to, mësoni për individë të cilët janë larguar nga jeta juaj ose shfaqin ata në jetën tuaj dhe u bëjnë çik jetën ose mendjen rëmuj dhe nuk e do të dëshironi këtë gjë, ose mund të përballeni me një, të jeni duke u përballur me një çështje shëndetësore, por që nuk do zgjasë dhe gjatë, domethënë të shkurtër e ka afatin e vet. Psikologjikisht mund të ndjeni të rënduar për shembull. Përsa i përket pastaj datave 9 dhe 10, janë data të cilat
ju ndihmojnë të arrini qëllime dhe objektiva në maksimum, sidomos për sa i përket dhe bashkëpunimeve të rëndësishme, dhe lidhjes së kontratave të rëndësishme, dhe bashkëtesave, dhe çështjeve të tilla. Karriera, puna, si bëhet fjalë që favorizohen, por edhe mund të bëni ndryshime në pamjen tuaj, të zëri një kështu do të ndryshojë diçka, dhe tek të tjerë me të tjerë do filloj të komunikojë ndryshe. Por sido që të jetë arrin një objektiva të rëndësishme. Data 12 thjesht do kujdes sepse është një datë që goja kocka nuk ka, gjua kocka nuk ka, po gjua jo vetëm që kocka thyen, por që i bën dhe cop. Dhe kështu që varet se çfarë fjalësh do thuhen, çfarë do të komunikohet, bëni shumë kujdes, një marrëdhënie mund të vuajë keq. Ose me fëmijët tuaj mund të thoni fjalë me të vërtet të ashpra, që mbase dhe nuk i keni, nuk është se doni t'i thoni, por varet si ju dalin. Dhe kujdes se dëmi nuk riparohet më ajo çka mund të shkaktohet. Pastaj nga data 15 e tutje, çfarë të them, të ndalur nuk keni, dashuria lulëzon, punët ecin mirë, mundësi për financa keni plot, kontrata të reja mund të lidhni, çështje ligjore mund të zgjidhen, dhe në total duket se çdo gjë është në favorin tuaj, madje edhe çështjet që kanë të bëjnë me jashtëtetit ose me çështje ligjore gjyqësore zgjidhen, ju mund të udhëtoni diku, të shkoni diku jashtë, persona që janë jashtë vinë dhe ju vizitojnë, dhe dashuria mund të lindi dhe nga persona që ndodhen jashtë ose që i përkasin një kulture tjetër dhe një pra janë të i prejardhje tjetër, janë të huaj me pak fjalë, ose ka diferencë moshe. Nuk është vetëm se s'bën të jenë më të mëdhenj se ju, nuk të vegjël se ju. Dhe nuk ka rëndësi çfarë premtimi keni ndër vetes, ju nuk bëheni kur dhe s'merreni kur mos thuaj kur, thaj. Do befasoheni, besomëni. Pastaj përket shenjës së ujorit, pastaj juve gjithçka ju lëviz në një plan më psikologjik të erë, do thosha, është banesa juaj e 12, ju këtu shtroni rrugën për sa i përket të ardhmes, një rrugë e cila do t'rregojë se ku po shkon dhe ku po çon, sidomos në dhe e mbyllim parashikimin për muajin janar me shenjën e dashur, shumë të dashur të peshqive, që ju të dhjetëshit të fundit akoma do të jeni duke u trysnuar, me thënë të drejtën, edhe pak nuk kemi se çfarë t'i bëjmë. Saturni sido që të jetë te Neptuni deri diku në shenjën tuaj do të jenë. Neptuni është ai i cili do t'i pari, por që Saturni aty akoma mbetet dhe ju trysnon për të parë të vërtetën, për të bërë ndryshime, për të arritur ama dhe objektiva dhe qëllime. Shumë prej juve të shenjës së peshqve ose ndajeni sepse ashtu e sjell situata, apo që shpëtoni nga një marrëdhënie shumë toksike, ose arrini në një martesë, bashkëtesë, gjëra të rëndësishme, ose arrini një sukses shumë të madh në karrierë, por që do të jetë shumë e vështirë sepse sfidat janë të mëdha. Sido që të jetë, me të cilat sfida përballeni deri në datën 5 të muajit, dhe kjo përsa i përket dhe karrierës, po dhe përsa i përket objektivave tuaja, martesës tuaj, imazhit tuaj përse jashtëmi, statusit tuaj, më thënë, imazhit publike kam fjalën, këtu do bëni kujdes të mos ekspozoheni, mund të dalin lajme të cilat ju ekspozojnë, ose ju nuk do thosha që janë tamam shpifje, po që të shpifje sikur të jenë, prap duhet juve të pozicionoheni, të mbrojnë interesin tuaj, imazhin tuaj, dhe çfarë do gjë të tillë, përplasje keni dhe përsa i përket martesës tuaj, bashortit tuaj, ose e prorit tuaj, apo babait tuaj, që se keni mos marrëveshje me persona të tillë, dhe kujdes nuk provokoni shtetin apo autoritetet e shtetit, sepse e pësoni.
Kështu që mos mu çuditni juve të shenjës së peshqve 10 ditë që i fundit nëse gjendeni pa pritur prapa kangjëllave për shembull, për një arsye të caktuar. Sido që të jetë, data 19 janë data të favorshme për sa i përket realizimit që kanë të bëjnë me ëndra shumë të rëndësishme, që sigurisht lidhen edhe me prindërimin, që shumë prej jush, edhe ju, si shumë pjesë të tjera të shenjave, jo me se zbën në mënyrë tradicionale arrini këtë gjë, por shkenca ka ecur, ka përparuar, në mënyrë të tillë mund të arrini dhe ju realizimin e këtij objektivi. Për data 19 duket se sjellni një realizim të tillë, për sa i përket prindërimit, por juve që jeni artista duket se keni një arritje shumë të madhe në lidhje me një projekt që doni të lançoni apo që po punoni mbi të tani. Çfarëdo gjë ka të bëjë me sipërmarrjen me biznesin, me aktivitetin e lirë, me juve që jeni dhe punoni para projektorëve, për shembull jeni në botën e spektaklit, ose jeni në organizimin e eventeve, duket se këtu çdo gjë ju ecën mirë. Dhe fundja jeta juaj merr një drejtim shumë të kënaqshëm, por pavarësisht përveç faktit se ëndrat bëhen realitet, atëre këto ëndra kanë shumë gjasa të bëhen realitet dhe fal mbështetjes individëve shumë të rëndësishëm që bëhen tani pjesë e jetës tuaj. Dhe dashuria po mund të lindë ose në ambientin e punës, ose përmes rrjeteve sociale, ose në një rreth shoqëror, okay? Në një grup shoqëror, dhe po bëni pjesë e grupeve shoqërore shumë të rëndësishme që do ju mbështesin më vonë, ose do bëhen ato arsyeja pse ju do shkëlqeni pak më vonë në muajt në vazhdim. Për sa i përket pastaj datës 12, këtu më bëni pak kujdes, duket se ju zhgënjejnë individ të caktuar, merrni lajme jo fort të mira ose nuk dëgjoni lajme të mira në lidhje me ju që operoni nëpërmes rrjeteve sociale, bëni kujdes dhe mbroni imazhin tuaj. Nëse do keni komente të këqija gjatë këtyre ditëve, mos i lejoni të ndikojnë në psikosintezën tuaj, apo mos merrni vendime të rëndësishme vetëm fal faktit se dikush deshi të thoshte diçka të keqe dhe ju trysnoi që nuk e di, të shikoni gjërat në një farë mënyrë që nuk janë fare as të vërteta. Që bëni kujdes me këtë datë. Pastaj nga data 15 e deri në fund të muajit, themi se ju thash, gjatë këtij muaji shumë ëndra mund të bëhen realitet. Mbështetja e individëve të rëndësishëm, të pushtetshëm, nuk ka për t'ju munguar në mënyrë që të arrini qëllimin dhe objektivat tuaja. Rrjetet sociale do të bëhen një forum shumë i rëndësishëm dhe mbështetje shumë e rëndësishme dhe për financat tuaja, për pjesë më të madhe prej jush. Dhe nuk di çfarë të them, domethënë çdo gjë duket se është goxha në favorin tuaj, me fund ta shfrytëzoni ashtu siç duhet. Shumë kontrata të rëndësishme, bashkëpunime të rëndësishme mund të lindin aty afër datës 18. Kështu që shfrytëzoni në maksimum muajin, sepse ju jep mundësi realizimi dhe përfitimi, pavarësisht se thuash ka dhe ngecje të caktuara në fillim të tij apo aty diku nga mezi i tij, por që janë të papërfillshme krahasuar me pjesën tjetër që kaq shumë ju ndihmon të arrini objektiva dhe të qëndroni vërtet atje. Domethënë bashkëpunime të rëndësishme që ndryshojnë statusin tuaj, imazhin tuaj, karrierën tuaj, janë të mundura brenda këtij muaji dhe prandaj po ju them mundoni të shfrytëzoni. Kujdes ato data që u thash, gjithë pjesa tjetër pastaj është në favorin tuaj dhe pse jo të mos të bëni maksimumin për të përfituar prej këtij muaji edhe ju. Pra këto ishin ato parashikimet e muajit që unë u mundova, po nuk ja dola dot t'i hidhja në YouTube, ja ku po ju servir këtu, kështu që mundohuni t'i shfrytëzoni me shumë analitike i keni, kështu që me shumë dashuri, sido që të jetë.